Mirëmëngjes dashur miq, është ora juaj. Ju ftoj që ndroni me ne në vijim deri në orën 8:30 minuta. Pjesa e parë rezervuar tërësisht informimit rreth shtypit ditës, ndërkohë që 1 orë e 30 minuta, pra 90 minuta gjithsej në dispozicion të komunikimit tuaj të përditshëm ku ju mund të thoni atë që mendoni, të jepni sugjerime, të shprehni shqetësimet tuaja, të adresoni problematika e të kërkoni sigurisht vëmendjen e institucioneve shtetërore. Sot është 13 shtator 2016, është dita e parë e shkollës për këtë vit të ri shkollor, është një moment i veçantë për sidomos për ata që shkojnë për herë të parë, janë në klasën e parë, apo për ata që kalojnë nga një sistem tjetër nga sistemi pra i 9-vjeçar në sistemin para universitar, çka do të jetë një moment i rëndësishëm për gjithë. Unë dua t'ju uroj të gjithë atyre që nisin sot vitin e ri shkollor, urime dhe paqin sa më shumë fat dhe qofshin sa më të vëmendshëm në rrugën e dijes. Do të fillojmë pa humbur kohë për të mos marrë as pak vëmendjen sigurisht apo minutazhin që kemi në dispozicion me titujt kryesor të gazetave, duke filluar me gazetën Koha Jon. Titulli kryesor i kësaj gazete lidhet me zgjedhjet në Dibër dhe është një lloj komenti pra që përzgjedh gazeta për të bërë rreth këtij procesi. Gjiknuri bëri kurban në ditën e kurbanit në faqen 3 është shkrimi i gazetës Koha Jon i zgjedhur për titullin kryesor. Kandidati i koalicionit të majt, Muharrem Rama, fiton zgjedhjet në Dibër me 4.000 vota diferencë. Është titulli i dytë pra që lidhet po me zgjedhjet të herë për të dhënë rezultatin. Editorial, Zoti Basha, si do ta mposhtësh kartelin e drogës të Edi Ramës, është një pyetje që shtron gazeta Koha Jon nëpërmjet këtij editoriali. Ndërkohë, sa i përket zhvillimeve të tjera, përtej asaj çfarë ndodhi në Dibër, kemi sigurisht edhe disa tituj që lidhen pra pikërisht me aleatët e Partisë Socialiste, të cilët kanë zhvillime të ndryshme. Për shembull, kryetari i kuvendit thot gazeta Koha Jon, vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, meta bashkëpunim mes dy vendeve është në faqen 2 një shkrim. Ndërkohë, sjell vëmendje përsëri zhvillimet në koalicion. Gazeta Koha Jon, koalicioni PDU një bashki për një ministri në faqen 5. Projektet klosi rikthim në identitet të arsimit tonë profesional është një shkrim në faqen 9 të gazetës Koha Jon. Festa, politikanët, Kurban Bajrami, më shumë vllazëri dhe paqe. Viti shkollor, Lindita Nikolla, më shumë investime dhe cilësi në arsim në faqen 10. Intervista, presidenti Nishani nuk e çoi në kushtetuese vettingun është një shkrim në faqen 8. KUPD-s, Lulzim Basha, karteli i drogës fitoi në Dibër, është pra fjala e zotit Basha, dje pas rezultatit zgjedhjen, faqen 6, opinion çfarë ndodhi në Dibër nga Blendi Fevziu në faqen 16 dhe forum për sjatja nga cikli gazetar midis dy shekujve nga Kristo Mërtiri. Dhe janë edhe titujt kryesorë të gazetës Koha Jon, ndërkohë që në foto sigurisht kandidati, pra në foton qendrore, kandidati fitues i zgjedhjeve në Dibër, Muharrem Rama, i shoqëruar nga ministri Gjiknuri. Ecim më tej me një tjetër të përditshme është gazeta Shqiptare, e cila sjell një tjetër titull interesant, është një intervistë Blerim Çela, rrëfimi im për 14 shtatorin, rebelim i dhunshëm nga PD, ja gabimet e Berishës. Isha i arrestuar kur vran Azemin, fajtet dhe aleanca me LSI ja humbën kredibilitetin Berishës. Basha jaft, por i përzgjedhur është një shkrim pra intervistë shoqëruar edhe me foto në faqen 4 dhe 5 të gazetës Shqiptare. Banesat sociale, kush do përfitoj 10% të kredisë, subvencion nga qeveria në faqen 8. Një shkrim shumë interesant ky. Sot nis viti i ri shkollor, vijon radha për blerje librash në faqen 6. Një shkrim që vjen me problematiken nga arsimi, në fakt është vërtet shqetësuese mungesa e librave. Akuza e prokurisë, Elbasan babai akuzohet se përdhunoi fëmijën 5 vjeç. Zot na ruaj, çfarë po lexojmë? Faqen 10 është ky shkrim. Atentatin rrëshen flet Gjergj Prenga, i plagosur me 4 pluma, vrasja e Jakut sken filmash. Ekzekutimin e kafene i zyrtarit të OSHE-s, 50 vjeçari, fati im më tha shtyhu pak. Nga një shkrim pra nga Agjencia Kodra, keni në faqen 9. Dibra, Muharrem Rama 4.000 vota mbi PD-n, akuza për manipulime, vëllezërit e kandidatit PS ofruan vende pune. Zgjedhjet Pjer Indreu, ca aleat punuan kundër nesh. Lulzim Basha fitoi karteli i drogës. Është pra ky shkrim që vjen më pas në faqen 2 dhe 3 rreth zgjedhjeve në Dibër nga Darina Tanushi.
Shkolla në Vaqar, Sejid Tafaj, Bedri Lagami, gjysmë shekulli kushtuar arsimit në faqen 20 është një shkrim pra që sjell një histori të kësaj shkolle dhe të një figure si Bedri Lagami. Opinioni i ditës është nga mentor Kikia, Nën Tereza, më e madhe si njeri se sa si shenjtore, një shkrim që e gjeni në faqen 20. Drejtoresha në Kryeministri, Falma Fshazi, prezanton telenovelen e saj, fotonovelen e saj, Tirana e vogël dhe Sureli surreal në faqen 18 dhe 19. Eci mëtej do të ndalemi tani në gazetën Shekulli, e cila titullin e madh e ka pikërisht në zgjedhjet në Dibër. Rezultatet, kandidati Muharrem Rama fiton me 56.3% përballë Sherefedin Shehut. Rama mund bashën në Dibër është titulli i gazetës Shekulli. Fitore me mbi 4.000 vota, kandidatit Majti Djati u mbet dhe në fshatin e tij. PDU kërkon shpërblim për fitoren, kreu i PS-s falenderon Dibranet, ndërsa kreu i PD-s akuzon për terror. Bisedat e përgjuara, zgjedhjet, zbulohet skema blerjes së votës nga dy partitë. Familjarët e kandidatit të Majt ofronin vende pune në këmbim të votës. Të Majtët premtonin euro për vota, ndërsa të Djatët jepnin lek. Gjunaft flitet në këtë kohë, në fakt, për blerje votash në 2016, megjithatë ja që ky është realiteti i zgjedhjeve shqiptare. Maturantët, fituesit të Universitetit i Sporteve dhe të Shkencat e Natyrës në faqen 14 dhe 15. Visar Zhiti, krijimtaria ime, vazhdimi i asaj që u ndalua e u vra. Rrefim për botimin e librit Valigja e shqyr, të cilin e solli për lexuesit në emër të birit Ationit, teksa shenjtëroi Nën Tereza në Vatikan. Elbasan burri seks me grua në sy të djalit 5 vjeçar. Besnik Selita, 39 vjeç nga Elbasani, arrestohet në një akuzë të çuditshme. 2 gra në betejë për të përfshirë edhe fëmijën si kallëzues. Gruaja aktuale përgënjeshtron faqen 12-13. Etika drejt hetimit të dosjes Skënderbeu, titujt në ajër, është pikpyetja që ngre gazeta Shekulli në faqen 20-21 nga Sporti. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë, të cilat janë pra sa i përket edhe zhvillimeve në formën e opinionit, vrimat e zezat fitore së Dibrës në faqen 9 nga Arben Rozhani, Tiranë zbulohet në kodër Selitske, leti një mashkulli mendohet të jetë vrarë në faqen 10 dhe 11. Intervista Kristaj Shkume, shitblerje votash, zgjedhjet u bën si kombëtare në faqen 7, një tjetër koment analizë, po e quajmë kështu nëpërmjet intervistës nga ish kryetari i KQZ-s Kristaj Shkume. Eci më teme një tjetër gazetë, gazeta Tema, e cila ka në titull kryesor pikërisht zgjedhjet në Dibër, Dibranët të bëjnë kurban Lulzim Bashën, Rama fiton thellë përballë Sherefedin Shehut, është shkrimi kryesor i kësaj gazete. Dhe Ëndri Berishës shpërthen kundër Dibranëve, u shiten për 50 euro, nuk u duhet as rruga e as dinjiteti. Basha u hedh Dibranëve fajin për humbjen, u blen dhe u joshën nga pushteti, fitoi karteli drogës dhe krimi. Shqiptarët dhe njerëzit që punojnë më shumë në Europë dhe botë, por marrin më pak sigurisht. Kemi edhe titujt e tjerë të kësaj gazete, kemi titullin kryesor, pra editorialin nga Mirobaze, Sherefedin ti mund të fitoje, është një shkrim që e gjen faqen 8. Dibra si skrapari nga Ilvatare në faqen 8 dhe 9. Enkeldemi, Çorba e hidhur e Dibrës në faqen 9. Këto janë pra editorialet e kësaj gazete, ndërkohë që në brendësi 18 vjet nga vrasja e Zemajdarit në faqen 10 dhe 11. Antena brenda familjes, deklarata me pikante e pashumbjes së PD-s në Dibër. Faqe 6, a do t'ua hap rrugën shitja e bankers kompanive kineze, është një shkrim që ngre gazeta Tema. Eci më tej, do të shkojmë në gazetën Mapo, është analiza e rezultateve, është titulli kryesor, shumica fiton në thellë Dibrën, PD akuzon për blerje votash. Kandidati Majt Muharrem Rama ka mundur të fitojë zgjedhjet në Bashkinë e Dibrës përtej çdo lloj pritshmërie dhe logjike numrash. Ai ka mundur të shënojë rezultatin më thellë që e Majta ka siguruar ndonjëherë në këtë zonë. Analiza e votës, Rama 3600 vota më shumë se Xhelili, Shehu 150 vota më pak se Krosi. Diferenca prej 4167 votash mes kandidatëve përbëhet nga numri i votuesve të shtuar në këtë zgjedhje, rreth 2000, dhe votat që një vit më parë i morin kandidatët e pavarur, rreth 1700 vota në faqen 3 dhe 4. Shkrimi shoqëruar me foton e kryeministit Rama me kandidatin fitues të Bashkisë Dibër, Muharrem Rama. Hetimi për dhunën, biznesmeni libanez në konflikt pronësie për resortin që do të ndërtojë në faqen 7. Pas marrjes së lejes së ndërtimit, ishte planifikuar shpyllëzimi i një sipërfaqe të konsiderueshme në gjirin e Lalzit, por ka hasur në një konflikt për një sipërfaqe toke brenda njollës së ndërtimit. Biznesmeni i dhunuar kishte një proces gjyqësor në gjykatën e Durrësit me njërin prej pronarëve të tokës në Lalez.
Presidenti nuk e çoi në kushtetuese ligjin e vettingut, është një intervistë dhënë nga kreu i shtetit. Presidenti i Republikës nuk do dërgojë në kushtetuese ligjin e vettingut. Deri më tash, Nishani nuk sheh asnjë shkelje për ta dërguar në gjykatë. Megjithatë, ai ka rezerva për rolin që ligji, të cilin po e konsulton me jurist, i jep institucionit që drejton lidhur me emërimet në sistemin e ri të drejtësisë. Suplement Mapo Ekonomi, fondet të BE-s për bujqësinë, vetëm 23% prej tyre janë vënë në punë, një shkrim që vjen pra në formën e suplementit nga faqja 13 deri në faqen 17. Meta në Britani, të rrisim shkëmbimet tregtare, është vizita e reflektuar në faqen 5 të gazetës Mapo. Horror në Selit, gjendet skeleti një mashkulli mund të jetë vrarë para një viti. Ngërsh nga Bujar Kapexhiu, tani t'i përvishëm i punës për Dibrën, është në titullin pra karikatura punës Dibrançe. Mark Leonard është emri i zgjedhur për koment në faqen 10, loja në mbrojtjen e Europës është një shkrim që e gjeni pra në brendësitë gazetës. Agron Bajrami sjell para BE-s Kosova duhet të synojë NATO, është opinion në faqen 11. Një koment tjetër, Trump ose Clinton nis faza e nxehtë, Miodrag Soric që sjell të shkrim pra në gazetën Mapo, në fakt është përzgjedhur nga Mapo për të përkthyer në këtë ditë. Ecim më tej, do të shkruajmë një tjetër titull kryesor gazetash, është pikërisht gazeta Dita, Faj Konica, miti një matrapazi, është një formë dosie nga Fitim Çaushi, faktet e kohës përballë ndërtimit të një legjende të vonë mbi aristokratin dhe polemistin e thekur. Ndërkohë, titulli i madh me foto është Kalha Dibrançe, titulli nga Bedri Islami, një palë zgjedhjet vogla dhe disa konkluzione më të mëdha. Fitoria e së majtës në Dibër me mbi 4.000 vota përpara. Akuzat e PD-s dhe deklaratat e Lulzim Bashës. Pse kandidatit të Shehu ju rrëzuan fushata nga partia e vet? Pse Ruzdati është dëshpërues për të gjithë, cili është testi i Dibrës dhe çfarë i thot ky test Bashës, faqen 2 dhe 3. Profili një oficeri, Anila Popa, një shefe në krye të policisë në Librasht nga Antela Rasuli, është pikërisht shefja e komisariatit Librashtit. Në brendësi 5 dhe 8, pra në faqet 5 deri në faqen 8, grantet e strehimit falet 10% e vlerës, pra është fjala për banesat sociale. Kush është kufoma e gjetur në Selit, në kronika detajet që si vinë në këtë gazetë dhe intervista Anela Çekiç, kryetaria e Gucis Edi Rama, është i mirëpritur për vizitë shqiptarët dhe malazezët. Është një shkrim që vjen nga Mali Zi, pra nga shqiptarët e Malit Zi. Ecim më tej me një tjetër titull kryesor, është gazeta Standard, e cila vjen në këtë titull kryesor me një shkrim që ka të bëjë pra pikërisht me ekonominë. Paralajmërimi i FMN, qeveria do të dëmtojë mjedisin e biznesit për përfitime elektorale. Rrisjet e programit të rime këmbjes ekonomike mbeten të larta dhe për shkak të tensioneve që mund të prodhohen gjatë fushatës zgjedhore. Fondet për projektet si përdoren nga pushteti qendror për qëllime politike. Paraja shkon tek paraja gjithmonë, është një pyetje që ngrihet në faqen 8 dhe 9 të gazetës Standard. Titujt e tjerë të kësaj gazete janë pikërisht përsa i përket në brendësitë politikës, në faqen 4, në Mbretërinë e Bashkuar, meta të vendosur për të konsoliduar demokracinë dhe sundimin e ligjit. 18 vjetori i vrasjes, Basha Azemajdari ndryshoi historinë e Shqipërisë, na pret një betejë epike në faqen 4. Faza e dytë, Komisioni Këshillimi për Maturantët, riaplikimi nga 23 deri në 25 shtator në faqen 12. Tiranë, gjendet të skeleti një njeriu, i mungojnë disa gjymtyr, hetohen disa pista në faqen 5 nga aktualiteti. Mesi i Shqipërisë, Guardia di Finanza konfiskon 1 milion euro pasuritë të trafikantit shqiptar në faqen 7. Bashkia e Dibrës mbetet tek e majta, zbardhet të blerja e votës, në faqen 2, 3 dhe 4, Muharrem Rama fiton 4.168 vota, më shumë se Shrefedin Shehu. Editorial, makinacioni funksionoi që shkeme të, por humbja do analizë objektive. Shkelje në Dibër, farmacia vllajt të Ramës si vend konsultash për trafik vote. Humbja e PD, Basha fitoi karteli drogës, krimit e korrupsionit do na kenë përballë. Nehat Rama, vëllai i Muharrem Ramës, në foto pra i regjistruar gjatë pazarit për blerje votash. Ngjarja e Firit, abuzimi seksual me 12 vjeçar, nëna pranon dhunën në praninë të saj, është në faqen 6. Një shkrim pra që vjen në gazetën Standard. Arsimi 9 vjeçar dhe i mesëm sot nis viti i ri shkollor, radhë në librari, mangësi të abetares dhe matematikës në faqen 11. Në fakt, nuk e di se si mund ta nisin shkollën klasat e para pa abetare.
Mercedes-Benz, historia e suksesit që nga krijimi i saj, lufta mes smartphone-ve është vinë pra nga teknologjia dhe nga autotech. Jemi në këtë pjesë pra të shtypit, e si mëtej do të ndalemi tani te gazeta Telegraf, cila sjell këtë titull: Anglia ftes zyrtare për Ilir Metën, kryeparlamentari nisi vizitën në Britaninë e Bashkuar, takim me zëvendës kryetarin e Dhomës së Ulët, kryetarin e grupit të miqësisë me Shqipërinë, komisionerin parlamentar për standardet dhe presidentin e grupit britanik të Unionit ndërparlamentar në faqen 5. Kandidati i ASH fiton Dibrën, Edi Rama fitore një detyrimi i madh, Lulzim Basha karteli i drogës fitoi betejën. Vëllezërit e Ramës kapën duke blerë vota në faqen 2 dhe 3. Falsifikimi i kartave të gazetarëve, mijëra shqiptarë në botë pajisur me karta gazetare ndërkombëtare, ka 2100 ku 2100 janë persona në kërkim, faqen 7. Në fakt kjo është një plagë e madhe e gazetarisë shqiptare. Për të fituar dokumenta apo për të marrë kollaj viza, mjafton pajisjesh me pres kart. Mashtruesit me uniformë, 13 policë dhe 3 shefa sektorësh figurojnë me diploma mësuesi të blera në tregun e zi, faqe 4. Është një shkrim pra që vjen mbes abuzimeve me shkollën në policinë e shtetit. Koncencioni rrugës së Kombit, letër e hapur për Ministrinë e Transporteve, 3 taksat e rrugës dhe pazari familjar i kreu të prokurimeve në faqen 6. Orizi plastik rrezikon Shqipërinë. Komisioni Evropian jep alarmin për orizin plastik kinez, i cili përfundoi si pilaf dhe supë në stomakun e shqiptarëve. 3 pjata oriz baraz me një qese plastike. E frikshme kjo nëse ka qoftë edhe gjysmën e të vërtetës në faqen 7. Forum dhe debat, Mithat Avari, betejë me Ashashin nëpërmet. Valentin Mustaka, Ministri i Jashtme, Folesër Vilesh, është një shkrim. Bardhi Berberi, dialog mes Poradecit dhe Kutelit, faqet 11, 16 dhe 19. Skandal me rrugën e Poradecit, firma kontraktuese që do bënte 950 metra për $10.000, merr leket e makineri dhe ikën në drejtim paditur duke lënë rrugën në gërmarë në faqen 10. Kemi edhe opinion e koment, me rilindjen shpresa vdes e para dhe njën Mejdani, shteti i sekserve nga Artur Ajazi në faqen 11. Mozaik e aktualitet, Kozmagjini, vitiri shkollore, gjenarsimin me rregullore të vjetë dhe pakujdestari, në faqen 8, profesor Alqi Maqellari, Mao Zeduni, profeti i ekonomisë kineze përballë ekonomisë shqiptare, Fejm Ruka, Shqipëri e vetmja në Europë me 3 milion banor dhe me 140 deputet e 19 ministra, në faqen 18. Politikanet apo kameleonët, Spartak Ngjela, jo morjo ti se ke dredhur, po më duket se ke rjedhur, se askush nuk e kupton, nuk e din se çfarë kërkon. Faqen 12 është pra një lloj këndvështrimi pak humoristik i politikës. Eci mëtej me një tjetër të përditshme është gazeta 55 me titullin kryesor, s'mund të ketë më zgjedhje me Edi Ramën, është titulli i madh i kësaj gazete. Blerja votave në mënyrë industriale, angazhimi i strukturave kriminale si paralojë kandidatit socialist dhe prishja e standardeve zgjedhore dhe në një zonë periferike janë treguesi se s'mund të jepet më asnjë shans Edi Ramës që të menaxhojë një proces elektoral. Marrëdhënia e tij me votun është e semur, si në parti, si në bashki, si në qeveri, prandaj largimi i kësaj qeverie është hapi i parë drejt krijimit të një konsensusi kombëtar për mbajtjen e zgjedhjeve të lira. Foto dhe denuncimin fiks fare, ja skema e blerjes së votës në Dibër. Vëllezërit e kandidatit Rama dhe koordinatorët e Edvinit zihen në flagrancë duke premtuar vende pune. Është pikërisht edhe shoqëruar me foton si stan pra të vllajt të kandidatit, pra ose tashmë kryetarit bashkisë së Dibrës. Editorial si duhet të jetë fronti i ri anti-Rama nga Ilir Nikola është një shkrim që e gjeni në brendësi të gazetës. PD omazhin 18 vjetorin e vrasjes së Azem Ajdarit, kreu opozitës, vepra e Azem Ajdarit, vepra e kurajës për të çuar e për të përballur me të keqen, faqen në brendësi të kësaj gazete, pra në faqen e cila i kushton vëmendje për vjetorit vrasjes së heroit demokracisë. Kemi përsëri disa zhvillime që vinë pra si reagime ndaj zgjedhjeve. Fakti PS ka bler vota më tepër se ç'duheshin, edhe marrëmi i hutuar nga shifrat. Lulzim Basha, karteli i drogës, fitoi në Dibër, ne i shpallim sot luftë totale. Në brendësi, viti i ri mësimor për probleme të vjetra, është një shkrim pra që vjen për fillimin e vitit shkollor, sëmundja që mund t'i kushtoj Clintonit shtëpinë e bardhë nga Chris Chiliza dhe Independent është pra përzgjedhur dhe përkthyer nga gazetën 55. Dialogu i fesë me arsyen 10 vjet më parë, fjalimi i Benediktit, 16 në Regensburg. Vizita e presidentit Obama në Laos dhe ribalancimi strategjik i rajonit të lindjes së Azisë.
Japonia dhe SBA në krye të fushatës për sanksionet fuqishme ndaj Penjanit. Japonia një mik më i afërt se Kina, pra bëhet fjalë pikërisht në një suplement që e gjeni në faqen 11 të gazetës 55. Ecim më tej me titujt e gazetës politike, është gazeta e Rilindja Demokratike, organi i Partisë Demokratike. Revolucion. Vota e lirë ka vdekur. Basha deklaron fillimin e luftës totale ndaj kartelit të drogës, krimit dhe korrupsionit në qeveri. Para, thes, me miell, kërcenime dhe dhunë ndaj votuesve është shkrimi pra i kësaj gazete, shoqëruar pra edhe me foto. E moshuar Zilie Gjoni më dhan 20.000 lekë të votoja në faqen 5. Është një shkrim pra që vjen pikërisht në këtë këndvështrim. Pse humbëm në Dibër nga Lulzim Basha është në gazetën Rilindja Demokratike në faqen 3. Pse nuk gëzohet Edi Rama dhe PS Ferdinand Veliu është një shkrim pra që vjen në brendësi të gazetës. Ndërkohë, shefi i krimeve shpërndante lekët e votave në faqen 5, furgoni me miell për blerjen e votave po në faqen 5 dhe si u masakrua komisioneri PD-s në faqen 4. Pra janë shkrime që i sjell gazeta Rilindja Demokratike. Kalojmë një tjetër të përditshme politike, është gazeta Integrimi, është titulli i madh, vizita në Britaninë e Bashkuar, Ilir Meta, të rrisim bashkëpunimin, mirëpresim investitorët britanik. Kryetari i Kuvendit zhvillon takimet nivelit lartë në Parlamentin britanik. Presidenti i grupit britanik të Unionit Ndërparlamentar Evans pritjet veçantë për nder të delegacionit shqiptar. Ecim më tej dhe do të shohim edhe një tjetër titull në krye të kësaj gazete, është intervista flet kryetaria e Bashkisë së Prenjasit Miranda Rira në vitin e parë të punës kemi ndërmarrë nisma sociale konkrete. Zgjedhjet vendore në Dibër fiton Aleanca për Shqipërinë Evropiane, Muharrem Rama shpallet fitues me 56% përballë kandidatit të djathtë që mori 43.7% votave. Koment rregullat e skenës politike në zgjedhjet presidenciale amerikane nga ana Palacio është Project Syndicate në një koment pra që vjen i përkthyer në gazetën Integrimi. Aloizni në Durrës dje u bën 20.000 legalizime në 3 vite punë, është një shkrim pra që shoqërohet pikërisht me shifrat e punës Aloizit në Durrës. Ishte festa e Bajramit, Flamur Gjuzi, legalizohen falas 35 objekte kulti për komunitetin musliman, pra bëhet fjalë pikërisht për xhamitë faqe 4. Kurban Bajrami, kryetari i Kuvendit uron besimtarët musliman. Meta kjo ditë nxit për më shumë falje, tolerancë, mirëkuptim dhe solidaritet, pra janë shkrimet e gazetës Integrimi. Shkojmë një tjetër të përditshme është gazeta Ballkan, hipoteka, rivlerësim edhe për pasuri në proces regjistrimi, rregulli i veçantë që do të përdoret për personat juridik, si do të llogaritet tatimi për shtëpitë e vjetra, është udhëzimi i botuar në gazetën Ballkan. Projekt ligji, grantet për strehim social, qeveria fal 10% të vlerës së banesës me kosto të ulët, faqe 7 është një shkrim që e gjeni pra në brendësi të gazetës Ballkan. Universitetet, tarifat për studime në fakultetet e dyta, faqe 6 është një shkrim. Blemi është të zgjedhin ata që kanë fakultetet e para, se edhe ata janë ende në pikpyetje. Lista me emra ishte për ndjekurit pagesat për këstin e tretë. Ministria e Financave do të nisë shpërndarjen brenda javës, shpresojmë. Sot dita e parë e shkollës, mungesa në tekstet abetares, matematikës dhe anglishtes në faqen 2. Gjirokastër, 1949, dëshmia të rënditse e spionit grek për orgjit në sigurimin e shtetit. Zgjedhjet në Dibër, Rama, kryetari i ri i bashkisë, PDU në atakon një ministri në faqen 3. Prognoza sa do të rritet euro dhe dollari kundrejt lekut në faqen 6. Në Lazarat kërkojnë Gabriel Garkon për filmin në faqen 14. Ligji i ri për falimentin, çdo kërkesë do t'i nënshtrohet hetimit, është një tjetër shkrim në faqen 6 të gazetës Ballkan. Opinione ka vetëm dhe vetëm një Shqipëri nga Arsim Spahiu, çorba e hidhur e Dibrës nga Ledi Shamku. Në fakt, du të ketë një gabim këtu, sepse Ledi Shamku e kishte letër një maturantje, një shkollarje, por gjithsesi është ngatruar me titullin e Enkeldemit, çorba e hidhur e Dibrës, faqen 10. Këshilla mjekësore, orizi plastik, rreziku më i fundit që vjen nga Kina në faqen 13. Fakt është e dyta gazetë që e gjejmë këtë titull dhe duhet marrë vërtet në konsideratë dhe duhet parë kjo çështje se mund të jetë një rrezik pra për shëndetin e qytetarëve. Klubi i Ballkanit, hashash ore për të tërë nga flutura Açka në faqen 9. Pra, këto janë titujt e kryesorë të gazetës Ballkan, ndërkohë që tani është momenti i gazetave sportive, do të ndalemi pikërisht mbi atë çfarë ka sporti shqiptar dhe jo vetëm në këtë ditë të sotme.
Partizani pa fishek, Vllaznia kocke fort. Skuadra e Kuqve ndalet në një barazim pa gola në Elbasan Arena. Skuadra e Sormani dhe goli në anë të kundërta. Shkodranët janë mjaft solid dhe të disiplinuar. Tifozët i thonë ciao, Sormani, Xhanoti dhe Starova në rrezik. Kapiten Hoxha na u mohua penaltia, tifozët nuk reaguan për lojën. Është një shkrim në faqen 4 dhe 5 pra rreth ndeshjes së dieshme të mbaruar në barazim 0-0 mes Partizanit dhe Vllaznisë. Kuksi e kthen në festë, Teuta konteston gjyqtarin faqen 2 dhe 3. 2 golat e Pero Pejic dhe një në fund nga Bedri Greca i japin fitoren e parë në kampionat kuksianëve. Gjoka flet me bindje, penaltia nuk ndikoi, reagon Teuta, Kriden Smeta, sa e ke pazarin. Gjithandaj për pazar flitet në këtë vend. Kampionët Skënderbeu mbyll gojen, Korçarët vuajnë në mbrojtje. Trajneri urdhëron lojtarët të mos flasin, ndërkohë që dëmtimet e fundit në Prapavi e kanë bërë italianin me dhimbje koke në faqen 7. Tirana, penaltia e mohuar, tifozët turp një vjedhje e pastër, po në faqen 7, një shkrim që vjen nga ekipi Kryeqytetas. Flamurtari në Vlorë ngjallën kujtimet e sezonit të famshëm 2010-2011, pra bëhet fjalë pas fitores ndaj luftëtarit. Laçi, incidenti me tifozët Kurbinasit, s'kemi shkelur rregullorën, faqen 6, është një shkrim pra që gjeni në këtë gazetë. Champions 2016-2017 nis sot magjia e Europës, rrugtimi drejt Cardiffit, të gjithë duan kokën e Realit të Ronaldos. Janë to pra titujt kryesorë që vinë edhe nga sporti ndërkombëtar, pra sepse nis sot faza e Champions League-s në fusha e ka skuadrave, pse do të mungojnë emra si Ibra, Pogba, Hazard dhe nko. United dhe Chelsea spektator, Capello i beson Juventusit. Është shkrimi pra që e gjeni rreth ndeshjeve të sotme të Champions League-s, sigurisht dhe nesër. Lojmë në gazetën e fundit për sot është gazeta Gol, e cila sjell me këtë titull pra kryesor, ngec Partizani, barazon me Vllaznin. 2 pikë të lëna për ekipin e Sormanit që kontrollon lojën gjatë gjithë 90 minutave, por duke krijuar shumë pak përpara portës për të marrë rezultate. Një shkrim në faqen 2 të gazetës Gol. Ndërkohë, Kuksi merr 3 piket e para të sezonit, 3-0 me Teutën në faqen 2, një shkrim që e gjeni pra rreth ndeshjes së zhvilluar në Kukës mes skuadrës vendase dhe Teutës së Durrësit. Kontestimi në faqen 2, Tirana në Laç na u mohua një penalti. Gjoka Teuta ekipi vështirë, Bexhi penaltia ndryshoi lojën, në faqen 2 është një shkrim për deklaratat e ndeshjes së Kukësit. Presidenti i Zyriut, Ancilio Canepa, nuk donim të privoheshim nga Sadiku, pavarësisht interesimit të shumë klubeve. Në fund Mercato sulmosi vendosi qëndronte tek zvicerianët që luajnë në kategorinë e 2. Java e 3 e superiorës luhet në fundjavë, FSHF ka përcaktuar kalendarin e raundit të pasadës, i cili do të startojë të shtunën në faqen 2. Pra janë titujt kryesorë të gazetës Gol. E me këtë të përditshme kemi mbyllur kështu leximin e titujve kryesorë të shtypit, të cilët kanë ardhur pra edhe me atë sportiv në fund, por ndërkohë që do të kemi sigurisht mundësinë që menjëherë pas një shkputje të shkurtër publicitare, do të kemi mundësinë që të jemi së bashku, do të jetë tamam ora juaj, pra do të filloj këtu momenti kur gjithë secili për jush mund të formojë 2 numrat e telefonit, 04 23 44 720 në 069 670 24 edhe mund të bëhet pjesë e bashkëbisedimit të drejt për drejt me ne, dhe sigurisht për të drejtuar edhe institucioneve apo qytetarëve tjerë për të dhënë sugjerime apo për të dhënë edhe mendime. Mbi të gjitha për të ndëgjuar shqetësimet tuaja. Pas pak mos u largoni. Jemi rikthyer përsëri bashkë për gjithë ata që janë tani të vendosur përpara ekranit, ju uroj mirëseardhjen dhe i ftoj të bashkohen me ne në komunikimin telefonik pa humbur kohë. Do të fillojmë të bisedojmë me qytetarët, të cilët kanë hyrë tashmë në linjë dhe janë gati për të biseduar me ne. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kemi një problem që në pa mundësi për ta zgjedhur në pensionet. Po, nga telefononi ju lutem. Sa e thënë nga Korça. Përshëndetje Korça. Po. Dhe është një jurist e quaj normal. Po? Që më ka marrë për këtë. Libreza është me emër Fluturesha Pelivan Guqe. Dhe kërkoj...
Ka mbajtur në gjyq dhe ka vetëm një ndryshim e emri, po është marrë më 82-shin. 82-shin. Dhe në 82-shin, kur është marrë libreza, ishte gabim qartena dhe ka marrë një vërtetim, ka mber ato të tëra, dhe libreza njët me Fluturesh Pelivan Vuce, dhe arrita vajta një në gjyq, për pa mundësi, kur doli e Ermali dhe më tha, po kjo, mua do më përmysësh ta pa avukat ti, tha, do më përmysësh mua të mashë. Pse çfarë ishte kjo ishte? Nuk dimë se ku mundet të gjejmë drejtësi. I lutem shumë avukatit popullit. Për juristin e sigurimeve shoqërore, ku juristi kujt është ky Ermali? Sigurime shoqërore, sigurime është pensioniste, po pavarësisht se është paralizuar. Kuptoj. Se paralizimi ishte mbas pensionit që kishte hyrë në pension. Qartë. Dhe tashi ka 3 vjet në dyqan, që ka qenë në dyqan shteti. Po. Dhe kemi paguar qartena të radificit, se me 8 vjeçare, ishte radificit edhe ka një 41.000 lekë atena, doni të na futin burg, faktika. Mirë po në atë kohë doni ta fut në burg, në këtë kohë nuk i hapun pensionin. Qartë, e kuptova. Tani në çfarë faze jemi? Me drejtor, në gjykatë, me tërë, në pamundësi, i lutem shumë avokatit popullit, që duhet të verë dorë të mos na bëjnë në rrugë të keqe. Qartë. Të falenderoj shumë edhe unë e apeloj avokatin e popullit, në fakt mund të ndërhyj për gjitha këto raste, sepse bëhen fjalë për një... Që të bëhesh një gjyq. Qartë. Dhe më në fund të mos të kthejmë përgjigje, thot jo, thot, je bërë për ato 2 emrat e tjerë, thot. Dhe bile edhe gjykatën, falenderoj, është një shumë gjykati mirë. Më tha mua si librezën këtë rregull çfarë emër të ndryshoj unë da vlla tha. Librezën ka marrë më 82-shin, që më 82-shin. E kuptova. E di se çfarë beshe, edhe ti e të tjerit. Qartë. Dhe ajo shoqja që ishte atje, më tha mua, tha, kemi gabimet i kam unë, tha. Ne domim të të futim, tha atena, tha, ishte për burg, tha, se me 25.000 ishte, tha, për burg. Unë e rëmbeva u be ajo punë që për mos u futur burg në atë kohë. Kurse në të kohë nuk i hapën pension. Qartë. Që të mos zgjatemi, sigurisht që kjo është një çështje që duhet parë dhe investiguar edhe nga institucionet e drejtësisë. Nuk e di, kam takuar lloj avokatë, lloj telefon, duhen 600.000 lekë të bëj gjyqin gjende. Qartë. Ku mundet ta gjej këtë drejtësi? Ja t'ja apelojmë avokatit popullit dhe unë ju sugjeroj që ta kontaktoni zërin avokatit popullit. Ju spursat për ministrin, që duhet dali ministri ishte një gazete dhe vajta, ore nuk shtroj një qfare, në pa mundësi, nuk di ku mundet ta të... Jo, ministri jep shpjegime, sigurisht ndoshta nuk ka jep direkt me qytetarët, por ne do të provojmë t'ja pyesim, sepse si rasti juaj kemi edhe disa raste tjera, të cilat janë... Kam numrin e kartelës ta jap apo është kopje ta jap? Jo, nuk ka problem, se thatë emri nuk është problem aty, përderisa është emri në rregull jemi, s'ka problem. Në rregull, po ta letu një gazetar, le ta verifikoj që të më thot mua juristi, që ti nuk më mposh dot. Me të drejtën time, nuk e di si duhet veproj një unë, po me qenë se ashtu jam që ki përmbajtur. Duhet më përmbajtë, faktika, po jam i përmbajtur për të sen atë që i takon atë juristi. Normal. E quaj normal juristin. Qartë e kuptova shumë drejt. Faleminderit shumë, do të jemi në kontakt dhe sigurisht do të adresojmë këto pyetjes. Faleminderit. Se më s'kemi me se ku të dhemë, kemi në kohën e sistemit komunist, doni të afut një buk, në kohën e sistemit të lutem se po presin edhe tjerë. Qartë shumë. Nuk japën pension, kjo është drejtësia. Drejt, në 2016 mos marrësh dot pension për shkak të një gabimi që e pranojnë edhe vetë institucionet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Ecëm atej se u zgjatëm pak, megjithatë zotëria kishte dëshirë ta sqaronte që nga koha e diktaturës deri më sot historinë, megjithatë ne presim një telefonat tjetër dhe i kërkojmë ndjes për zgjatjen. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një sugjerim ati zotëris, atë historinë le ta shkoj në roman edhe ta lexoj 20 me nge. E gjata. Megjithatë unë brëm kam... Do t'i dëgjojmë edhe këto hallës janë të rëndësishme, me thënë drejtë. Jo, unë kuptoj hallin, po tashi... Qartë. Okej. Po ju dëgjoj. Mbram do qaj emisionet, sidomos atë dhe Ilvatares. Po? Edhe t'i bëj një sugjerim Ilvatares, që t'ja u bëjë me minuta që të flasin. Që në fakt... Halli madhësh me këta politikanë. Ai që është nervoz, as nuk kupton se çfarë flet, as nuk dëgjon se çfarë thon të tjerët, edhe as nuk përgjigjet si duhet ta kuptojnë dynjaja, apo përgjigjet çfarë ja ka qefi vet. E megjithatë unë ja kuptoj nervozizmin e tyre. Kuptova. Tani ushitën apo u blejnë, nuk mund të blejë njeriu 4.000 vota. Mbaroj kjo histori, tani ka një kryetar të ri Bashkia e Dibrës.
Shpresojmë punoj edhe... Unë sugjeroj të jenë të qetë, edhe mbrëm, edhe, se kur kishit pushim juve, e qoja nga një stacion tjetër unë. E pasha të grida dumën, ajo ishte akoma më e nervozuar ajo. Pra, edhe njerë, e mbyllim të histori, është tashmë ka një kryetar bashkie me vota pa vota, me blerje pa blerje, nuk ka rëndësi, të shpresojmë punoj dhe të ndërtojmë librin. Nuk në ato maja ripa, tha e miku, se nuk ka bler vetëm këta jo, se da ta kanë bler. Gjithë pra, këtu është pazari nesër. Kam pas bregut. E lëm të histori. Shumë faleminderit për telefonatën dhe për sugjerimin. Se e keni dhënë fjallën për një këte nga rruga e kësaj këndës e pas Kuqanit. Patjetër, jam duke marrë, është filmuar, po punohet, po merren në intervistat, po i kërkojmë edhe bashkisë një shpjegim se base... Amane, dhe ato buzat edhe rruga edhe... Qartë. Ato buzat po i për në trotuar, njerëzit nga t'ja mbajnë. Po kjo pra, kur s'ka rrugë do i për trotuar, njerëzit përfundojnë kanal, se këshu i bie. Me që edhe shpresojmë tjetë fyër kryetari bashkisë se të ketë vëmendjen për të rregulluar. Faleminderit shumë. Eci më tej presin tjetë telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Flas nga Krutja Lushnjës. Po, përshëndetje Krutja. Tutë ne janë 3-4 probleme janë në djon. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Edhe po bëhet një rrugë tani që po bëhet një rrugë 1 kilometër në Krutje. Po bëhet një rrugë gjatë për kështu. Se janë ndërtesat pa leje dhe i kthejnë ato, po e bëjnë me trotuar. Mirë po 1 kilometro rrugë të ne, është ka shpik dhe këte, në dy ande. Në djon? Po, të kuptoj shumë drejt. Ata po bëjnë vetëm një trotuar 1 metër gjysmë, se nga do dalin këto të tjerë këte, nga në këte nuk dihet me. Pra, po bëjnë trotuar vetëm një në antë rrugës? Një antë rrugës dhe ndërtesat pa leje kalojnë kështu këta, që leje se i kjo ndërtesë. Në djon? Po, dëgjoj, po shënoj. Edhe asnjë metro rrugë nuk ka Krutja, ka 25, asnjë metro rrugë asfalt që të ketë. Shumë shpejt atë na thatë edhe këtë problem, se këtë problemin e ndërtesave në fakt është ngritur 2-3 herë gjatë këtyre ditëve, na thatë edhe problemin e rrugës, sepse bëhet rruga vetëm me një trotuar, edhe duke pas parasysh se ka banesa në dy anët të rrugës, atë ta përshpejtojmë pak ardhjën në Krutje, ta shohim në fakt nëpërmjet një reportazhi se çfarë ndodh në një prej zonave më të begata, por që duket se ka kaq shumë probleme. Është shumë probleme, është ndërtesa e furrit një andeja që ka dhënë rrugën, është 4 metro rrugë, është ajo, është ndërtesa e furrit, nuk kalon dot aty. Ato e kanë bërë, ato e kalojnë kështu sa për turpi Zotit. Qartë. Fura që punonte me vajgurin, e mos gaboj. Ajo që punonte me mazut. Me mazut, më fal. Faleminderit shumë, përshëndes, uroj ditë mbar, shpresojmë që të ndërhyet, të zgjidhet përdesa kanë prishur ndërtime pa leje mes Tiranës, të prisin në Krutje, se nuk bëhet na. Po të keqe, po nuk vini prishit. Këtë do ta bëjnë kryeministri apo prish Kuks atje. Qartë. Okej, faleminderit shumë. Mirë vllai, më rrosh, faleminderit. Faleminderit, eci më tej presin tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët. Gjë. Po. Unë falenderoj ato Dibranti, u tregon zgjuar, rishitje, blerje, se këtë në pralla, ai mund të ndodhe kudo, ka ndodhur se partija demokratike e ka mësuar me vjedh. Ajo i ka blerë votat, e ka shkatruar çevi 96 të mbrapa, edhe ato që ka bë i shpif ti kundërshtarit. Edhe ti e gazetar, edhe të mbaj me këtë datë sot, unë jam i burr plak 70 vjeç, mbaj me këtë fjalë, sa tjetë Sali Berisha, Lurt Basha, Jozef Tepalli, Edi Paloka, në këtë Partisë Demokratike s'ka përfitu kur, le të thonë shpifin çfarë do, nuk ka bursi në gjë, na flishin televizorin me ato shpifjet ndyra, po blezjuar sot, s'ka më ashtu. Qartë. Okej. Edhe do analist aty në televizor dhe mbrëm ajo vogë që është ajo. Tani ata janë politikan, nuk janë analist. Mos i ngatrojmë analistët me politikanë të punë kanë. Mos merremi me emra konkret dhe me kolegë se fundit analistët tani i dim se kush janë, çfarë analizë është bërë sa po. Ato ta shohin ti qizum ato sa kesh flasë ato urrehet tash nga populli. Përderisa na mërzite me këto shpifje, me këto gjëra. Kishin përkori ato droga, kartet droga. Po droga ato PD-ja bën gjitha. Qartë. Mirë, faleminderit, ju përshëndes. Sigurisht që sa më pak politik do ishte në kuptimin e militantizmit, sepse prandaj jemi në këtë situatë, shohim të ndjekim ato probleme halle që kanë vërtet qytetarët. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirë se erdhët, ju përshëndes.
Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Duke marrë shkas nga intervista e atij djalit ish në kryeministit në Çeut, Po, i cili ka qenë interesuar për dosjen e vet qysh në fillimin e 90-s, po. dhe ka konstatuar që nuk e ka gjetur, pra i ishte zhdukur, Po flisni për Bashkim Sheun, apo jo? Bashkim Sheun, po, se ndoqën në atë titit e Qartë, panoramës në mos gaboj, Po, unë do të thosha që duhet të dali përgjegjësia kush e ka marrë atë iniciativë që të zhduken ato dosje. Sepse kam përshtypjen që kapi atyre, drejtuesve të Ministrisë së Brendshme të asaj kohe, që akoma sot janë në politikë. qartë. Dhe nëse ne do vazhdojmë do kemi në politikë njerëz të tillë, nga dy kratë, jo vetëm në një krah, do të thënë, nuk do shkojmë punët mirë, si nuk po na shkojnë. Qartë, e ke drejtë. Kur ne akoma flasim që shiten dhe blien votat, 2016, no? Atëre, kur do mësojmë neve që në fushatën zgjedhore mos të bëhet propagandë, mos të organizojnë mitingje, që deputet të lënë të gjitha problemet, le që çka kanë zgjedhur ata. Nuk kanë zgjedhur asgjë, kupton? E drejtë. Të thënë diçka, Po, patjetër, vetëm Do shkurt. me thënë. Po. Mbajrojnë zgjedhjet vendore, pas pak muaj, me qenë se ka dresitur i qik, fillojnë fushatën për zgjedhjet qendrore, do me thënë po, parlamentare, parlamentin. Ata vetëm me këtë punë merren. Se kush Në merr ato asgjë tjetër. ligjet, se kush bën, kush e rregullon të vend, mbetet Absolutisht. shumë e drejtë. Prandaj, mendoj, më falë se pas gjatë Po. me unë, që tu po më duket se ka rëndësi, Po, është shumë aktuale, që media në këtë drejtim duhet të lozin një rol vendimtar. Do me thënë, ti diskritoj këta persona, jo figura, këton, ose ndoshe figura, si punë atyre tabeleve të qitjes, do me thënë të bëjnë qitje për medjen. qartë. Faleminderit. Shumë e drejtë. Faleminderit shumë, absolutisht që duhet ta luajë rolin e vet media, pavarësisht vështirësive, problemeve që ne kemi thënë disa herë, është një pushtet i cili ka dhe duhet ketë hapësirën e vet dhe rëndësinë e vet. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po jam ai azilit Kavajcit, ku Po. marrë në një ditë. Po. Të lutem shumë na ndihmoni me ata që të kam thënë. Po patjetër jemi duke u marrë, absolutisht i kemi drejtuar një shkresë dhe institucioneve për të marrë një përgjigje zyrtare, më pas sigurisht do të provojmë, nuk e di nëse arrini, ju do të siguroni qoftë edhe ndonjë provë vogël për të provuar këtë, sepse sigurisht ata do mohojnë nëse ndodh kjo gjë. Unë ato që i kam thënë, i përgjigjem edhe mali numrin e telefonit, ato ju lutem shumë na ndihmoni. Okej. Faleminderit, qëndroni në linjë, kontaktoni me redaktorin e emisionit që të jepni më shumë detaje dhe të kemi mundësi që t'ja u drejtojmë sa më qartë problematikën punonjësve, nëse është e vërtet, kjo sigurisht do të jetë një prej atyre ngjajeve të rënda, sepse ta abuzosh me ushqimin e të moshuarve apo me kushtet e të moshuarve, sigurisht një ngjarje e rëndë. Megjithatë, duhet verifikuar, duhet parë dhe duhet marrë edhe versioni zyrtar. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Më dëgjoj pak o Patrik. Po, të dëgjoj me vëmendje. Do të them dy gjëra tash. E para e punës për këto zgjedhjet e Dibrës se kam fjalën. Po. Ne shqiptarët treguam që kush jemi. E para njerë që gjitha zgjedhjet në gjithë vendet e botës të parakoshme që bëhen sepse ka një shkak. Dhe me që kemi parë, e kemi dëgjuar gjithmonë, mba shkakut vine ndëshkimi asaj forca politike. Që në këtë rast duhet të ishte Partia Socialiste apo jo. Sepse atë që na pan syt, të gjithë edhe ndëshkuam edhe. Ndodhi e kundërta. E para që tregoj vetëm ky popull çfarë populli jemi. Qartë, e kuptova. E dyta, që kjo është më e rëndë akoma, i do të them. Unë kam qenë nga emigrante e parë në Shqipëri, që kam ikur në Itali, qysh në 93. Edhe, të them drejtën Patrik, ato vite, na vinte turp që t'iknin në rrugët e Italisë, se kurdo që ku kalonim shikonin vetëm prostituta shqiptare. Qartë.
Mbas pak vitesh të tjera, dëgjonim që edhe Belgjika, edhe Hollanda, edhe Anglia... Gjithë Europa pak a shumë. Europa e gjithë me prostituta shqiptare. Dhe bizneset më të mëdha të këtij vendi janë bërë nga prostitucion. Është për të ardhur keqe, po e them, dhe e dyta që tregoj Dibra është kjo që po them unë. Është megjithmonë një skandal. Për mos thënë pasaj që u shit, u ble vota. Ajo shitja e votës Patrik edhe PD-ja ka bërë. Normal. Në thelb ne shqiptarët, bile, unë kam edhe një frikë tjetër, të drejtën, no? Më duket se shqiptar këtu një 20% janë. Se këtu me gjithë të raca që ka Patrik, ku t'i gjumë. Qartë. Të falenderoj shumë për telefonatët, sigurisht edhe për mendimin që ndavë me ne, punë të mbarë, ditë të mbarë. Faleminderit, e si më tej presin tjetë telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Alo? Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Ora, Juzi? Po, ju dëgjoj, shumë mirë, mirë se erdhët. Ora, kisha një ditë shka unë. Po, ju dëgjoj. Djali ka bërë cilibrimin në ambasadën greke në Greki. Po? Po ben këtu e 4 muaj nuk i ka ardhur e cilibrimit. Si shpjegohet në të shtetin tonë më vëlla, që është shunja? Po, çfarë i kanë thonë atje? Ka pyetur në konsulat apo në ambasadë, apo keni pyetur ju këtu? Do ta dërgojmë në Shqipëri, do ta dërgojmë atë në Shqipëri, sa në gjendje civile se ka ardhur 4 muaj s'ka ardhur fare. Si ka mundsi 4 muaj është shumë? Po, edhe të si e ka dokumentat e nusës për të verë dhe po pengohet. Ku keni pyetur ju? Po kam pyetur gjendje civile, ku të pyesën, s'ka numri ambasadës të Armenia, nuk e kam. Po jo, po ka një zyrë në Ministrinë e Jashtme, nëse keni mundësi, ja ose gjëre shkoni të pyesni të zyra pikërisht e këtyre që kanë të bëjnë pikërisht me emigrantët, nëse keni mundësi, sigurisht, po për të pyetur në Ministrinë e Jashtme. S'ka mundësi se unë jam ku jam unë Allah, po nuk ka. Nga telefononi ju? Unë Berati. Na Berati. Po mirë të pyesim çik Ministrinë e Jashtme çfarë ndodh me këto lloj dokumentash dhe më pas se u japim ministeri. Pa mana se të tërë hujgjatë kështu po e gjej, nuk para çaj kokën ata të ambasadës. Jo, se prandaj po them se është problem për gjithë pak a shumë kjo vonesa e dokumentacionit që vjen nga ambasadat tona apo konsulatat tona atje drejtim të Shqipërisë. Faleminderit që telefonuat dhe uroj ditë të mbar. Shumë i faleminderit. Faleminderit shumë. Në fakt, 4 muaj janë pak tepër, nuk e di sepse mund të jetë vonuar kjo, por gjithmonë janë to burokracit, hajt sot, hajt nesër dhe siç funksionojnë në përgjithësi konsulatat tona. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Gëzuar Bajramin. Gëzuar. Tani unë jam Liban, po banoj në Tiranë. Kam më shumë se 30 vjetë që banoj në Tiranë. Në gjithë opinionin, atë në mede, por ngrehet një mjekullaj e madhe për Dibër. Në Dibër nuk fitoj politikë. Në Dibër fitoj marrëdhënie. As e majta dhe as e djata. Të mos e gjykojmë Dibër, sepse askush nuk ka të drejtë dhe moral të gjykojë Dibër. Dibër për i zgjedhjen, ashtu si duhet ta bante. Nuk është probleme, se u blen 5 vota, apo u shqipë 25 vota, apo bën 30 vota. Gjithsesi, fenomeni i shitjes votave është një fenomen që në 2016 nuk duhet të ekzistojë. Çon si ka se kush e bën, nuk dua të hyj në gjykim, po është një plagë e madhe, është një ndëshkim i madh për shqiptarët që ka ende skena shitjes votash apo thas milli. Mua më vjen shumë keq që e dëgjojmë dhe e ndjekim të skenë. Si qytetar flas, pastaj si gazetar. Po, unë flas nga e përgjithshmja në Dibër. Po, qartë, edhe unë për përgjithshmën po flas. Në Dibër fitoj Muharremi, nuk fitoj as e majta as e djata. Se Muharremi ka qenë një bjalë që i ka shërbyer me devotshmëri Dibrës. Muharremi ka qenë ai që në dimrin që kaloi, ka shkuar nga Peshkopia në Lur me 1,5 metra bor, duke bërë operacionin në Lur, me elektrik natën. Absolutisht. Do me thënë, Dibra nuk zgjodhi politikën, po Dibra zgjodhi Muharremi. Qartë, e kuptoj drejt. Dhe se dëgjova edhe në prestacione tjera, dikush flet majtas, dikush flet djatas, dikush u vra, dikush u pre. Jo, njerëzit e thjesht, telefonust e thjesht, të rituar të ushqyer negativisht nga politika, se politika po i ushqen njerëzit negativisht, nuk po i ushqen drejt që të gjykojnë drejt.
Dhe që Dibra është ajo që ka qenë. Dhe vazhdo të jetë ajo që ka qenë. Dhe për te unë për vetë time jam shumë krenar me Dibrën time. Sepse din të zgjedh, din t'i tregoj dhe politikës vend. Kësaj radhe Dibra i ka tregua politikës vendin. Edhe të majtës, edhe të djatës. Drejt. Të falenderoj shumë, faleminderit për përshëndesjen e ditën mbar. Ecëm më tej presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Na dëgjoni nëpërmjet telefonit, lutem, se televizori vjen pak me vonesë. Alo? Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje nga Vlora. Përshëndetje Vlora. Po, dakor. Ju urojmë atia kandidatit të PS-s. Po? Punë të mbarë dhe Dibra ka bërë atë që i takon pak shpejt, bravo i qofë edhe PS-s që bërë një fushat të mrekullueshme. Qartë. Kështu duhet bëhen fushatat në të gjithë Shqipërinë. Dibra, bravo. Okej. Ju falemderit. Falemderit juve, ju përshëndes, ju ditë të mbar, një urim që shkon për Dibrën nga Vlora, si më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, si përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. I mrekullueshëm jetë atri. Falemderit juve. Dy lafe. Po. Për shtaku për këtë tre zgjedhje. Mendoj, në Shqipëri po lulëzon komunizmi. Edhe komunizmi po të me shkruar të gjitha të parafoqit që folën në për të drejtim, ku do dhemi me këtë drejtim që po lulëzon edhe të hipin, a i ka qenë i Rama është i biri sekretarit parë. I ka luftu, ka punuar me Enverodin, që ka tërmuar këtë popull dhe ka shuar. Edhe se përfundim prapi japin votën. Përshëndetje, miropafshëm. Gjithë mirat, miropafshëm, faleminderit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Alo? Të lutem na dëgjoni nëpërmjet telefonit, të lutem. Alo, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Mirë se, ulja pak zërin televizorit dhe na dëgjoj nga telefoni, të lutem. Ulja pak zërin televizorit. Faleminderit shumë. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, po ju dëgjoj shumë mirë tani. Gëzuar Varian një vitë mbarë. Gëzuar, garizuar. Roft. Unë jam një invalid e verdë, jam nga fshatrat e Korçës në Podgoria. Po? Dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Dhe i kam bërë kartat për punë e statusit, ka që në 2007, edhe nuk ka marrë asë një lek. Po pse? Në thamë ata të sigurimeve, kurse ishte grupi 2, kurse marrë shoqërusin, tha, do të ta marrë edhe këtë, mora shoqërusin, akoma s'mi kanë vënë, as 33 s'kën se marrë nga komuna, as atë të statusit, edhe bilet kam të ajus. Kemi qenë një grevë, i Bregus, sekretari të qatës, i thash më takon, apo s'më takon. Po, a keni statusin, që se keni statusin ju takon, pa tjetë? E kam statusin, kartat i kam bërë Tiranë që në 2007, në 2008, 2 vjetë me radhë. Pra që në 2007, në 2008, ju i keni bërë dokumentat, për nuk përfitoni do të asgjë nga. E nuk ka marrë lekat, fare. Edhe tashi... Po si e shpjegojnë institucionet të, qëfar thonë, pse si ja u japin lekët, qëfar u kanë thënë?
E ja, të tëre marrin 33, kënu nuk marrë fare, vetëm këto jam me shoqërus, e mora shoqërusin, ma dhanë ata Tiranës, punë e statusit, lekat nuk i ka marrë fare. Po pse, çfarë thonë, çfarë ju thonë? Për isë në aftërollatin njërë, tashin ku të marrë shoqërusin, do ta japin, tashi. Po ju e keni marrë shoqërusin? Shoqërusin e ka marrë, po vitin e 6. Po pikërisht pra. Po me çfarë, si e përballoni, me çfarë jetoni kur nuk merrni para? Edhe marrë 283.000 leka, ata që janë si unë me shoqërus marrin nga 370, unë marrë 283.000 me gjithë shoqërusin. Qarë unë i latë të marrë ato unë ja e smur jam, me tëra smundjet i ka me neve, reumatizme, veshka, tensione. Tani, ju nuk i merrni parat nga bashkia, pra nga komuna, apo edhe një pjesë të status? Asë nga komuna se ma 33-shkën, asë ato të statusit, a i luan breguri më faksu, që sa aty të takon, sa e ma dha numërin e asaj të tim, sa do vej sa sigurimet ose në komuna vrej sa si numere, sa do ti, ashtu sa të flastu në ata donin flisnin, asë ko ata të sigurimeve, ata nuk e njojnë. Po ja t'ja u drejtoj mirë dhe të marrim edhe një prej drejtuesve të këtyre institucioneve që përgjigjen për invalidet e verbër, cilet janë ndoshta nga shtresa e invalidëve më të diskriminuar në fakt. Faleminderit Zonjë, shpresojmë që të kemi një përgjigje dhe ju t'i merrni ato para. Faleminderit shumë që telefonuat dhe uroj ta zgjidhni sa më shpejt problemin, vjen keq. Shkojmë shpejt në hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak, do të vijojmë të komunikojmë së bashku. Një kafe Segafredo, do të vijojmë të komunikojmë me ju miqë nëpërmjet dy numrave tanë telefoni, do të vazhdojmë pa humbur kohë, presim telefonatën e radhës dhe i falenderoj gjithmonë kur presin gjatë publicitetit dhe më vjen keq që humbasim kohë, por është një pjesë e domosdoshme edhe e mbështetjes për programin tonë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Shiko Patrik, që në Shqipëri është situata tërë se nuk diskutohet. Po më tërë se e bëjnë telefonusit. Dëgjova telefonusin nga disa nga Dibra, disa nga Tirana, disa nga Vlora që duan të japën opinionet e tyre. Këtë kohë kemi qenë gjithë Dibran, çuditërisht. Në vend të lirim Dibranet të zgjidhin normal. Kjo bëhet më tërë se kur ironizojnë me Dibranet që popull historik, popull mi zgjuar, popull mi menshëm, e të tjera epitete si këtoja. Populli Dibra, si gjithë ne të tjere në Shqipëri kemi rujtur, Fukarallëku nuk ka as dije, as dignitet. Fukarallëku të ullë kokën gjithande të shitesh për një thes mjëllë. Edhe të tua që jam me dignitet, kjo nuk mund të shikohet në asë një vend të botës, apo të ndëgjohet në një vend të botës. Kjo u pa lajt në gjithë emisionet dje. Vjen nga një familje e madhe, thotë është buri i zgjuar kjo Rama. Po si me njerëzit e ti, vëllezërit e ti u kapën duke bler vot me zë, me figur. Edhe kjo është dignitetit i Branit. Me që bashkërta jeme është i Branit dhe nuk duhet të otendoj se kam të më përkem. Mos të krijojmë sherrën brenda në familje. Po jo, nuk është puna për të krijuar sherrën. Po mos talën akoma, kjo është përbuzje. Edhe gjova balën dje vërtoshe që populli i dha një mereton atë se është një popull i zgjuar të shekullor edhe me njerëz të shkëlqyer. Po populli Fukarallëku të thash, Fukarallëku është Maskarallëk i themi ne Andika Koça. Drejt. Mund të falenderoj. Maskarallëku nuk ka zgjuarsi. Po të blihet tjetri me një thes miell. Tot ai kam 8 veta, tot 8 miell. Kaloi 6 muaj. Edhe kjo është digniteti i Dibranëve. Po të leskosin, të bëjnë atë të paberën, edhe pasaj të thonë që ke dignitet. Të njëjtët e mbërrisë po flasin këtu, se janë pregatitur, ta janë e të zgjuarë, këta të bëjnë Maskarallëkun, mundohen edhe të ambulojnë. Të falenderoj shumë, Jo të qarë, po këtu është për të qarë, është për të qarë me të mëndë. Jo, në fakt, 2016 diskutojme ende këto gjëra është në fakt vërtet për të qarë. Dhe telefikusi thot, nuk ka gjë se u blete zbota thot. Hajde, mero vesheta, që qarë mund të tojsh, dhe brandi zgjuar dhe mund të tojsh aty.
Nuk ka gjë, sa është buri mirë, po u blen 5 vota s'ka gjë. Pse u blen 4.000 vota? Jo 4.000 vota, po me atë fuqi që kanë ata me kanabasin, me gjithë pasuritë që kanë të Shqipërisë, të majtë e kamere. Edhe kjo është pa i Berishës, i la gjithë të majtët, gjithë pasuria është në dorën e majtëve në Shqipëri. Kot grinë të djatës, se djatës disa të bërgose politikë që i dha nga një copë magazina tjetër, nga një copë plaçk. Gjithë pasuria e Shqipërisë është në dorë të së majtëve. Po duash t'jap shembull sa të duash. Absolutisht do të flasim përsëri, faleminderit shumë për përshëndesjen. Faleminderit shumë. Ecëm më tej presim një herë telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Belçi Elbasari do flas. Po, përshëndetje Belçi, përsëri. Kisha një nga probleme, ka shumë problematika, po një nga problematikat kryesore është tatimi i tokës bujqësore. Po. Tani, nuk jam në atë që taksi tatimi i tokës bujqësore të mos paguhet. Por një problematik të më rëndësishme është se gjysma e tapive, pra 5% e tapive, janë në emrat e personave që kanë vdekur. Për shembull, unë kam tapi në emër të babait. Qartë. Më vjen taksi në emër të babait. Po mirë thash, merrja nga babait tatimin e tokës bujqësore. Jo tha, do hapësh dyqla, do ta shërohet arshërimin tokës nga jati ke i biri. Pra, duhet paguash edhe për gjyqin pas që të paguash tatimin. Po, i tha sa shumë po mirë, vjerë pensionin e babait. Jo, tha, pensionin nuk të japim se ka vdekur, për tapin është gjallë. Qartë. Pra, një problem shumë i ngatëruar kjo. Jo, absolutisht, që ka goxha problem dhe unë të falenderoj vërtet që e ngritet, sepse bëhet fjalë, besoj se në gjithë Shqipërinë e kanë këtë problem, sepse të gjithë, kur e kanë marrë tokën në fillim viteve 90, e kanë marrë në emrin e prindërve që masë nuk janë më e kështu me radhë. Është shumë e ngatëruar. Një problematikë e dytë. Po. Është kjo OSHE-ja. Po, çfarë ndodh moshe? Dy hajdut kryesor që OSHE-s mendoj unë janë lexuesët e sahabëve e punojnë posës që në faturat. E drejtë, shumë e drejtë. Pse? Sepse i ndajnë faturat si trakte komuniste në formë ilegale. Lexuesi i sahabët nuk ka shërbim kulturor. Drejta ta komunikojë apo të familjarë me kotën mujore. Qartë. Po ikin si qenë për rallë. është për ta keqin me rrugën e ta. E drejt, absolutisht është problem shqetësues. Po. Abonenti familjar duhet bëjë llogaritën matematike. Të zbresë kuotën mujore nga totali i vendosjes së hapit që ndryshe e pret mbi faturimi. Qartë, e kuptova drejt. Kurse punojtja postës nuk i dërgon të japë në kohën e saktuar. Dhe këtu fillon ka marrë vonesa. Mos i thati digjit e njërë të popullit. Pra ju vonohen faturat, nuk u ja u sjell në kohë dhe ju detyroni të vonoheni për të bërë pagesën sepse ka kamat për çdo vonesë. Qartë. Po, fillon kjo rangërën. Bëhet fjalë për dy persona, janë dy persona apo janë disa faturues dhe disa... As mos e diskuton fare. Qartë. Shumë faleminderit që... Po. Ju faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes dhe uroj ditë mbar. Në fakt, të dyja janë probleme shumë të rëndësishme, sepse ne këtu në Tiranë e kemi këtë problem. Imagjino se çfarë ndodh duke u larguar nga Tirana me faturat, por kjo e pronave të cilat janë në emër të njerëzve që kanë vdekur dhe që sigurisht duhet paguajnë tatimin të vdekurit, është një çështje shumë e rëndësishme që prek shumë njerëz. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Ju rrëtë edicionin dhe gëzuar festën. Gëzuar. Ndivje me Dibën, inshallah po deri hajrit ky Rama 2. Ju falenderojmë për gazetarët që na sollët në terren, bëhet fjalë për nga fshati Kasall, dihet e gun, komunë e Dhëher. Ju falenderojmë për iniciativën që morët dhe bëm kronikën, e transmetuan. Ndoshta e kanë gjuar një nga këto instanca shtetërore, ndoshta e kanë gjuar u ka rënë vesh si... Jo,
Shiko, ne ja kemi drejtuar dhe do t'ja drejtojmë përsëri Bashkisë së Tiranës si çështje, pra t'ja adresojmë si problem dhe ndoshta këtu ka pak rol edhe administratori, ndoshta duhet pak më shumë edhe presion në kuptimin pozitiv, presion në këtë sens të kërkuar pak më shumë llogari administratorit, sepse është ai që duhet bëjë lidhjen me bashkinë, se tani nganjëherë edhe bashkia nuk është se ka gjithë vëmendjen në një zonë apo një zonë tjetër ka shpërndar. Prandaj administratorët, dhe administratori Zallherit duhet ta luajë rolin e tij më aktiv dhe të ketë më shumë vëmendje ndaj qytetarëve për të cilët ka marrë angazhimin të shërbejë, apo jo? Po, ideja është që ne atë ditë në gazetarën një të ditur dhe hartën e Kasallës, e i thamë që du të shkosh në komunë të interesosh ty si që pse kena ngel shumë mazdore, por andes ajo është një u transmetu dhe hartën e madhe të plotë të Kasallës ndodhet në komunë e Zallher, ajo është bërë para vitit 2000. Është bërë hartë me planimetri, por kështu funksionon këtu, sepse nuk i shohin të harta që bëjnë, nuk i zbatojnë. Prandaj po them, sepse do t'jemi në vëmendje të kësaj çështje, do ta ndjekim, se këtë më thotë edhe redaktori i emisionit që është duke u marrë me këtë pjesë, pra Avninezaj, ne do të merremi me këtë çështje, presim edhe nga bashkia një shpjegim, por mbi të gjitha hallka kryesore dhe padyshim që edhe ne do ta kërkojmë dhe do ta apelojmë, administratori i Zallherit duhet ta ketë më shumë vëmendjen, paguhet me taksat tuaja, me taksat e qytetarëve shqiptar që të shërbejë dhe të kryej këtë lidhje të rëndësishme me bashkinë, sepse ju për fat keq jeni edhe pak ma time kamzës, pra do të thënë, më mirë do gati jeni më afër fushkruajës sa Tiranës, por kështu është bërë harta dhe duhet administratorit i përgjigjet kësaj harte. Kështu që unë apeloj administratorin e Zallherit që ta ketë vëmendjen ndaj gjithë zonës dhe mos bëjë rolin e të paditurit dhe të pa fuqishmit, sepse e ka fuqinë për ta bërë lidhjen me Bashkinë e Tiranës. Edhe diçka tjetër, Patrik, nëse lejohet, sot filloi shkolla. Dhe imagjino ato mbledhje që dolin aty në televizor janë afër shkollës dhe janë hequr fare, fëmijët e vegjël mund t'i prekin ato me dorë dhe mund të shkaktojnë smunje, më kupton? Qartë, drejtë. Para, e dyta ndodh kjo sepse fshati Kasallë i ka bërë të bëjë kanalizime të ujëve zeza, më kupton? Janë bërë gjithë investim që janë bërë kanalizime të ujëve zeza. Tani nëse nuk ka ujë të rjetshëm që të vazhdojnë ato ka filluar të bllokohen, edhe do bllokohen dhe ato patjetër do bllokohen, do jetë një skandal më i madh. Okej, ta ndjekim e ta kemi vëmendje të çështjes. Unë falenderoj vërtet shumë dhe urojmë që vërtet të ketë vëmendjen e dur Kasalla dhe të trajtohet barabar si pjesë të tjera të Tiranës. Ecim më tej në Kallm të Firit, kemi sinjalizimin që Kallm i vogël i Firit, nxënësit kanë protestuar dhe nuk kanë shkuar, pra nuk kanë zhvilluar mësim sot, pra nuk do të hyjnë mësim, sepse kanë problem me rrugën dhe ka një sër problematikash të cilat nuk mund t'ja u bëjnë të lehtë shkollimin dhe kështu kanë vendosur të protestojnë. Megjithatë, është një informacion pra në Kallm i vogël protestojnë për rrugën, fëmijët nuk shkojnë dot në shkollë. Në 2016 nuk ka rrugë për në shkollë. Dikur bënim nga 10 kilometra për shkuar në shkollë dhe gjithsesi kishte pak më shumë kushte. Ecim më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje nga Pogradeci. Përshëndetje Pogradeci, mirë se erdhët. Gjithë mirat, e gëzuar Bariamin. Gëzuar, gjithashtu dhe juve. Probleme ka shumë, po ne na shqetëson më shumë ne të moshës të tretë, për arsye se të punosh 27 vjet në minierën e hekur nikelit Kujt Qervenak, e të marrësh sot 145.000 lekë, është turp. Kur njerëzit vojtën gjithë jetën e tyre në mes të tunelit, sot janë mes katër rrugëve. Prandaj, sigurimet shoqërore, i bëjmë thirrje ministrit Klosi që t'i shikojnë çik pensionet e minatorëve, statusin e minatorëve. Por rastësisht pata një kontakt drejt për drejt me ministrin Klosi dhe ja thash këto shqetësime, sigurisht ministri jo gjithmonë është ndjeni të gjitha gjërave, duhet të konsultohet me stafin e tij. Megjithatë, ja sugjerova si çështje këtë punën e pensioneve të minatorëve. Të kuptova shumë drejt, por dje kur ishte Partia Komuniste, po të plotësonje 11 vjet punëtor miniere, me qarto do kategorie tishe, nuk thoshte janë 135 nene, po thoshte punëtor në toke, në kategori të tretë, të dytë, të parë ose të shtatë. E t'jepte, ne si minieri që ishim kategori e dytë, mua më takoni sot 6.500,
Po të bësh llogarinë. 6.000 lekë. Bravo. Po ta bësh indeksimin e pensionit i bie 6.000 lekë. Bravo, me çmimet janë. Qartë. Bravo. Prandaj i bëjmë thirrje. Ne atë shpresojmë ta reflektojnë të, sepse më duket pak ndeshkuese si të nxjerrin qeveria të nxjerrë statusin e minatorit, e laminatorin pasdore. Kjo është e para dhe kjo është më emergjentja, sepse nëse zgjidhet çështja e statusit, atëherë vijnë të gjitha rrjedhimisht drejt zgjidhjes. Shumë faleminderit dhe uroj vërtet që të reflektohet, të dëgjohet. Unë pata vërtet mundësinë t'ja thosha këto gjëra shkurtimisht. Zotit Klasi, shpresojmë të reflektohen dhe të zgjidhet çështja e minatorëve, është një problem shumë i madh. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Flas nga Korça. Po, përshëndetje Korça. Jam nga... Po? Ja një sekund. Kemi një problem ne këtu, jam nga fshati Tiranë. Po? Edhe dritat e rrugës na janë prerë. Po pse? Po ku e di unë se shton këta të komunës nuk ka kontrat elektriku, se si është puna. Kush komunë ju mbulon, ose njësia administrative, se tani s'ka më komuna, po kush njësia? Komuna e Drenovës. Në Drenovë, pra. Po. E njësia administrative e Drenovës. Po, qartë, e kuptova. Po, ku e di unë, a krye plaku thot që datën... Pra, mos nuk ka mundësi t'i paguaj komuna, pra, njësia administrative, ndoshta kjo është arsyeja, nuk di se çfarë shpjegimi japin ata. Jo, datën, neve parat I kemi paguar, datën. Pra, I paguani vetë ju si qytetar? Po si qytetar se na I mbajnë aty në komunë, paguajmë parat e tokës edhe ato, paguajmë nga 1.700 lekë. E kuptova drejt. Dhe pse u kanë hequr tani me që ju I paguani lekët dhe apo thjesht... Ata të elektrikut, do të thënë, të që ose komuna si ka paguar ati në elektriku, se si është puna nuk e marrëvesh. Kjo mund t'jetë hileja, se përdesa ju ja u bajnë lekët, nështë komuna nuk ja ka derdhur OSHS dhe kjo mund t'jetë problemi. E po mirë, për shfaj, jo, shfaj... Absolutisht s'keni as I faj, ju thjesht komuna du t'i jap zgjidhje pra. Ne jemi qytetar, do të thënë, duam drita, do të thënë... Atëherë, unë të falenderoj vërtet shumë, njësia administrative e Drenovës du t'jap një shpjegim për këtë, ndoshta dhe OSHE-ja du t'shpjegoj se ndoshta nuk ja ka paguar lekët njësia administrative, kështu që të pyesim pak se mase është këtu hileja. Falenderoj shumë që telefon. Falenderoj gjithë mirat, sepse mund ndodhe kështu, pra, dhe 99% kështu është që qytetarët kanë lënë atë 1.700 lekëshin atje, por njësia administrative ndoshta nuk I ka derdhur të arka OSHE-s dhe OSHE-ja në munges të ka prerë ndryqimin e rrugëves. Gjë e mirë ku ka një fshat ndryqim rrugësh edhe këtë t'ja heqim duket vërtet shumë për të ardhur keq. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Mirë se erdhët. Zoti Patrik. Po, përshëndetje, mirë se erdhët. Nga Patosi ju flasin. Po, Patosi, përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë, falemderit. Urime për emisioni që bëni. Falemderit shumë, mirë se erdhët. Kemi një diçka për papunësin. Po. Vemi të gëzyre punës atje dhe na thonë që nuk ka punë. Po bëjmë kaq kohë që kemi punuar në naftë dhe kemi ngelur tani në mes të rrugëve. Dhe vemi, zoti ministër na dërgon mesazhe nëpër telefon, thotë që si ju presin ato të zyrës punës. Për ç'pu kanë ato s'kan gjë në dorë. Qartë, janë bërë si tradit këto mesazhet e ministrave. Neve në këtë moshë tani ku do vemi ne për punë? Po çfarë ju thonë? Çfarë Po na thonë si ju presin ato, si është ajo pritja e atyre. Për çfarë kanë ato në dorë tani për të ashtu? Ne s'ta thonë asgjë. Sektori I naftës nuk ofron mundësi punësimi ende. Fare s'ka që të vesh në naftë duhet të paguash zoti Patrik. Qartë, kuptova drejt. Kupton drejt tani? E kuptova drejt. Gjithçka është privatizuar po jo dhe sigurisht kjo krijon pastaj ato problemet e veta. Kemi punuar kaq kohë në naftë si përfundim, kemi ngelur mes katër rrugëve. Po sa vite keni punuar naftë? Jeni diku afër pensionit apo? Ne kemi punuar
13 vjetë naftë mbas asaj. E kuptova. Kemi punuar në zonat të tjera, kemi punuar në ndërmarrje të tjera, po në fund në naftë 13 vjetë. E kuptova. Dhe si përfundim? Qartë. Me edhe një apel... Na marrin për mosh. Edhe për mosh nuk na marrin. Jemi moshë e madhe, nuk na marrin punë. Në fakt, ky është një problem që e ndeshin gjitha ne, sepse vendet e punës ofrohen... Ju lutemi, transfertori që nga të. Faleminderit shumë për telefonatën dhe shpresojmë ta dëgjoj dikush nga amisia. Nuk ka nevojë për mesazhe për të pyetur, sepse vërtet thot zotëria, falenderojmë për telefonatën. Zotëria thotë që ato s'kan çfarë thonë, në fakt ato zonjat apo zonjushat e zyrave të punës ngren duart kur vjen puna për të kërkuar, sepse edhe mosha është bërë përcaktues. Kompanitë private preferojnë gjithnjë më të rinj, nuk preferojnë këtë moshë dhe gjithë kjo mosha, pra është një moshë nga 50 deri 65 vjeç kur është mosha dalë në pension që vërtet rrezikojnë shumë sepse kanë shumë pak mundësi dhe oferta për të punësuar. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Uroj gjithë besimtarët musliman për ditën e Kurban Bayramit. Kam një apel për Bashkinë e Tiranës. Po. Për punë të varrezave të Sharrës. Po. Aty i ka mbuluar barishtet, ferra, dhe në ato pjesë ku kanë hesh, i kanë lëna shumë, gjithë me turina, dhe ju lutem shumë. Po si ka mundësi se çfarë po ndodh, se një njëjti problem ishte edhe me tufinën, ne shkuam atje, filmuam pam, ishte vërtet për të ardhur keq, mënyra se si kishte mbuluar bari dhe ferrat, që kanë njëjta gjë edhe në Sharr apo jo? Në Sharr, të paktën ka 10 vjet që unë shkoj dhe përkujtoj njerëzit e mi të afër. Dhe vërtet është një skandal i vërtet. Dhe është për të ardhur keq. Është vërtet për të ardhur keq, Patrik. Dhe si vjetë është marrëkeq se asnjë ditë tjetër. E kuptoj. Dhe aty nuk të përgjigjet asnjëri. Kemi shku disa herë, kemi heqë vetë me fjalë rreth varreve. Po ka njerëz që paguhen, është një ndërmarrje e tërë që përgjigjet për mirëmbajtjen dhe kujdesin ndaj varrezave, qoftë Sharrës, qoftë tufinës, kështu që është vërtet për të ardhur keq kështu. Është një ndërmarrje dhe ato i heq të dielën e parë, të dielën e dytë zhen me turina të tjera, ferrat hequra, barisht këshia, dhe këtë bëjnë përmes jush këtë apel. Okej. Faleminderit shumë, absolutisht ja apeloj sepse në fundit varrezat janë një vend që të paktën meritojnë, sadopak mos mbulohen nga bari, nga ferrat, sepse kështu është ti lësh në arrest. Nuk e meritojnë as të vdekurit të një trajtim të tillë. Kështu që ndërmarrja e cila përgjigjet dhe paguhet me taksat tona, shkoj të kryej punën e saj në këto qendra prehje të njerëzve të cilët na kanë lënë. Ecëm atë presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë jeni. Mirë, faleminderit. Jam ajo zonja, ndoshta njeh nga zoni. Po. Jam bë mike shtëpisë. Mirë se të vish, me kënaqësi. A keni bë gjë për këtë ankesën tonë për punë e kolektorit dhe kavaletëve? Për kolektorin ka marrë një angazhim, nuk e di nëse ka ardhur bashkia e Durrësit. Jo, ato na myt pisfliku marum. Kurse për kavaletat e barit, me thënë drejtën, policia ngret duart ashtu siç u ka ngritur edhe ju, s'kan çfarë i bëjnë, ndoshta është pak problematike situata. Jo, po bashkia ka ndor, bashkia. Qartë. Edhe një gjë tjetër prapë ke varrezat e rrushkullit. Rinë aty Patrik klosin lop, dele, kuaj, na i kanë prish varrezat. Edhe bari deri në Brest. Punëtorin e paguajnë, e kur vje funi nuk shifet me pastru varrezat. Punëtori është privat apo i bashkisë? I bashkisë. Qartë. Mirë, ta shtojmë edhe këtë. I bashkisë. Rrushkullit. Qartë. Për kolektorin, të paktën sipas angazhimit të punonjësve të bashkisë do të vinë ta shohin, besoj se do të jetë çështje kohe, të vinë ta shohin e ta kontrollojnë. Kurse për elektrikun, ne kalon punët për gjys, a presin ndro ato zgjedhjet e 2017-s, po na varin qafë, telët jemi në rrezik madh nga korrenti. Tani ide ku kanë se kjo ishte një tjetër angazhim që një tjetër shqetësim që e ngritet këtu. Deri ku ka shkuar puna me vendosjen e sistemit të ri të ndriçimit pa të elektrikut? Si? Çfarë kanë vënë? Kanë vënë shtyllat, kanë vënë tela, çfarë? Po, kanë vënë shtylla, kanë vënë transformatorin e ri, por nuk na kanë bërë lidhet, nuk kemi tension fare. Qartë, okej. T'ja apelojmë OSHS që ta bëj lidhjen e t'ja furnizoj përderisa e ka çuar linjën e atje. Faleminderit.
është interesante zonja, gjithmonë merr dhe ngre problematika që kanë të bëjnë me fshatin Rushkull. Është një zonë shumë afër Durrësit, një zonë e bukur, por që ka një kolektor që nuk funksionon mirë, ka probleme me energjinë që u zgjidh në fakt, por nuk është bërë lidhja. Tani kanë edhe probleme tjera që kanë të bëjnë edhe me varrezat, ngriti problemi. Në fakt, është një shqetësim që duhet marrë zgjidhje. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirë se erdhe, të përshëndes. Gëzuar, pesë në Bajram. Gëzuar dhe juve. Gjë, doja të flisja në lidhje me rrotimet që u banë libra. Po. Është me të vërtet, por të banë duhet në kokë. Kam gjuhë disa para telefonues aty, lloj mendimesh, lloj, po unë habitëm. Tashi, me atë skandalin që u bë atje me atë Shukriun. Tashi, çu shikon ky popull prap, dhe jep votën se a janë men, çfarë po batu. Tashi, po thoshe një anë ajo, po 21 janar na u dhan djent atje. Po mi me kësaj të di po i natë me vjerët i kësle me mu gjion. Ore, po lene me vla, si për dë, si për se, këto dy styra janë, këto nuk ndryshojnë me. Gramo Zuçi, me gjithë shok të vetë, janë komunista duke fuza ke për dhe, janë gjithë të dunë shtukme, të kjo popull akoma nuk është zju. Unë abitëm ku i njoj. O, zotri, këto nuk po shofi që këto po i hajnë, dita ditës po i hajnë. Jo, unë do të themi diçka. Po. Se lidh me fikti që po shqipja dje, se si bjeshin votat. Me 20, me 30, me 50, me thasë me mjeu. Kupton të shi që bëhet tu. Qartë është. Për të ardhur keq, në 2017 të flasim për shqiplerje e votash më vjen keq. Aq më tepër kur flitet për miell, për 20.000 leksha, 50.000 leksha, 50 euro, 30 euro, ku diun me Po. Ky e di Rama, ky kryeministri jonë, sa e zhinafti së kryeministri atitje. Qartë. Ky ka thënë që ku ka qenë PD-ja, ka thënë jo këto kanë marrë me leke, jo kanë bakshu, shive që po banë vetë ky. Qartë, njëri tjetër. A kupton ky popull kush? Unë do të them ty, unë kam punu vetë, unë flas nga Elbasani, unë nuk kam frikë këto. Kupton ti, unë jam i qytetari, thjesht nuk kam asnjë lloj ide, nuk kam asnjë lloj partie. Po mu vjen gjynaf për këtë zemë, për se që po bëhet tu dita ditës, po në grim, po në hajnë shpirti këtë ardhur. Ore të besot, unë kam punu, sako në mjekës. Edhe në morën, më futi një person dhe isha pa punë, Allah. Kuptoj. A do të fusin punë. Për fushat, për lalë qazimin këtu, u futën disa veta, fillon punë, të shqitje listën, o Patrik, lista, ishën mbi 20 e ca veta, që ishin aty në listë, në punë, ke sektori ku punoja unë, ka nërë vetëm 7 veta, tjerë 3 një shpi me ishin rogën. Qartë. Kupton? E kuptoj drejt. Të flasë drejt, kupton? Po ato që ishin në listë, po kushe disa ishin tjerë që... Nuk dukeshin në lista. Bravo, kupton qatë, që në gjana që batu, do të them njerëzit po vunë. Ka marrë librat e fëmijëve me lek borgjë. Mu më dalin aty vloj, më thoi një dibra kështu, jo dibra në që janë zhjutë mërë. Më falë, qatë zhjutë janë dibrane më. Më e merë vesh që një të zhjutë, më falë. Mos të azirojmë, po. Më falë. Për ta përmbyllin, të lutem. Po, për 1 sekundë, për jemi të stresum, jemi të atërum, së ka ku shkoj ma, ku i njëjmë këto. Tashi, një të zhjutë, ku thote një të zhjutë, i eliminojmë me roqa. Thote, la, gramoz ruqët me shok. Pra, ta shi që baqë, bërë sa të vërë, kur do më jetë këj popull, vla. O e lene për dhe, lene për sëmë, vla. Këtu duhet vërë njëri drejtë, vla të rgulloj këtë dëmë. Këtu njerëzit janë akoma në gjurë. Po ku ta gjem të njëri unë drejtë, se kjo është problemi. Po ku ta gjem, po kamër se s'kam vërë. Jo, se s'ka, jo, po nuk e gjem, nuk e zjedhim, ne zjedhim prapë të njëtë në gjë. Po të vazhdojmë. Pa shef qa populli është, nuk i njëjt do të më burë, ku dalin aty, flasin saj nga dibra zjodhi njërin e dur. Po që njërin e dur, janë të qartë, se më duhet të shkojnë publicitet. Të falenderoj shumë për telefonatën dhe sigurisht për mendimet tuaja. Faleminderit shumë, shkojmë më njëherë në reklama, kthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne. Ka 2 minuta që 392.000 nxënës janë ullur në bankat e shkollës për këtë vit të ri shkollor. E urojmë edhe njerë sukseset gjithë atyre
që nisin rrugën e dijes për herë të parë, por dhe ata që janë në rrugtimin e tyre, uroj sa më shumë suksese. Me gjithë problemet, shpresojnë që zgjidhen sa më shpejt edhe tekset që mungojnë dhe problematikat që kanë me shkollat. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Suksese. Faleminderit. Unë jam këtu një banor nga Sjanont, të në Tiranë. Po? U fliste para një viti që do kështoshi të ndihmës ekonomike, këto të papunët, që janë në asistencë, ndihmë ekonomike. Po, qartë. A i majnë brendime të politikanët e sot që Allah. A i kupton që me 30.000 lekë të vjetra këta ne hajnë buke kos, të hash buke kos një fjallë shfalimneri se nuk e le barku në bosh. Po këta thonë dhe i shtojmë sot dhe i shtojmë nesët, atë paguim drita, atë shkojmë në për spitale, apo të paguim në i gjotë tjetër. Këtu dritat i kërkojnë, ujtin e kërkojnë, shtetit fut në burg për që paguajti dritat, ose po e vodhe energjinë. Qartë. Në ndoshta, unë jam gabim, ha? Jo, absolutisht me 30.000 lekë, ose mos ja e fare dhe thuaj shko gjej mundësinë e jetesës, ose 30.000 lekë. Jo, po del Gjagjio Joni dhe thot, pun ka, thot, ku është puna? Na qojnë në përzyre në Sandarasin. Kemi 3 vjetë që jam bështetas një punë, për shumë familja imi që ka nevoj për punë. Qartë. Qojnë vetëm ke plenat atje ku e në të landfillet ose këto firmat e pastrimit. Po ja, e zëmë se do punojnë i X grup njerëzish, po tjerët, sepse Tirana është 1 milion banor. Dakord, më dhe ke firmat e pastrimit nuk e sigur. Jo, mirë, dakord. Po që është i kontrol punë atje ke firmat e pastrimit dhe sigurimin, ta majnë sigurimin, raportet nuk i paguajnë. Qartë. Përdorin më kej se këto, e ke parasysh qëndë rrugës. Më mirë ha qeni rrugës e po ha robi. Jo, qëndë rrugës janë bërë zotë Tiranës të kote fundit. Jo, qëndë Tiranës janë shru shumë. Po pra, janë bërë zotë të rrugës, janë bërë zotë të lagjeve. Shkosh ke një administrator, kush do qopë mi fjallë, edhe të nimon, edhe të nimon. Ti thush po i halë nuk kam fuqithët. Qartë. Ta shi më shumë këj ka punësu militant partije, se sa ka punësu allëgji. Ku do t'i marron ato lekë i paguajt dritat, kur unë jam pa punë. Kur unë nuk kam me se të shem, edhe ke kazanat me dalë ai nuk të len me kuptimin e lavës, i dhe një dhondrë lulli para 3 vjetës, që nuk i lente. Po të shi doli ky, ta merë karrocën, bicikletën, që atë keshë në dorë, ta merë ke policia bashkake, ta merë edhe t'jep dhe drunin. Qartë. Dhe logika e fundit është premtimet, pra që nuk mbahen të politikës. Përmenimin tim, këto 2, ndoshta kryeministri nuk e di këtë punë, por për familjet në nevojë duhet shtohet ndihmë ekonomike, njerëzit duhet futen punë, mos dali blendi klosi me i grup, gjuptianësh e romësh atje, se ka dhe njerëz tje që janë nevojë. Dalje të edhe ti marrë, ku shkojnë për administrata, ke administratorët e bashkive që ka vonë, që kemi votu gjoja, i kemi votu, por nuk njëmon njeri. E di thot, ku ka familje në nevojë? Ku ka familje që nuk e paguajnë dot dritën? Ku ka familje që ka nevojë për bukë gojës? Kuptoj. Pra du ta shohin pak më shumë, të kenë vëmendje ndaj këtyre rasteve, mos të shohin vetëm drejt. E mira është sugjerimi im. So në shara pashi, po ju kam gjuhë vazhdimisht, edhe keni kap shumë probleme dhe i keni zgjidhur. Faleminderit shumë. Sugjerimi im, po të futen në një lagje, ku ka njerëz hallëxhi, çfarë do lloj feje apo si mund të thënë. Qytetar shqiptar. Njerëz nevojë. Ta shikosh, dje që ishte Baramliku, asnjë njeri nuk ka afru kush për shembull që thot na këtë i kile mish dhe të i kile makarona, por na festohet ti si gjithë tjerët. E drejt. Ka humbur edhe solidariteti, shumë e drejtë. Gjithsesi faleminderit. Faleminderit juve dhe uroj që të reflektohet dhe juve gëzuar Baramliku se harrova t'ju thoshëm fillim. Gëzuar dhe ju fat mbarsi inshallah. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Është kënaqësi ti, Patrik, të bashkë bisedosh me juve për problemet që ne kemi. Faleminderit edhe për mua gjithashtu. Flas nga Berati. Po. Në lidhje me këto dokumenta të pensioneve kam problemin. Kam rreth 2 muaj që kam dalë në pension, që kam mbushur moshën e pensionit. Dhe dokumentat i kemi çuar tek ai fitimi që quhet fitim atje. Po. Rreth 6 muaj para. Interesojme që sigurime shoqërore për të kemi dalë në pension apo jo, a thot haru fare thot frutot. Interesojme se zyra atje nuk e gje. Ju lutemi shumë tash, po pati mundësi. Ku ky zotëria që thoni ju, ku në çfarë zyre është?
Te zyra e pensioneve atje që dorëzojnë me dokumentat. Te sigurimet shoqërore, pra, ku dorëzojnë dokumentat, është zyra ku merren dokumentat, pra ku ju aplikoni për pension, po. Po, e pensionit. Tash ne pension për presim se leki vinin 55 tash po dalim 67. Po. Pak më jem korrekt me ne themi të mundë me. Pra, ju i keni dorëzuar gjithë dokumentat. Zotëria nuk i ka çuar në zyrën ku materializohet, po themi, dokumentacioni dhe bëhet para për ju për pension, pra. Ndërkohë që ai vetë çfarë thot ai, zhduket nuk e keni takuar dot. Po nuk vajtëm atje, nuk gjendet e vëllat. Qartë. Edhe një problem, po pati mundësi, nuk zgjedhem shumë. Qartë. Në lidhje me këto zgjedhjet. Tash ja i fitoj me 4.000 sa vota. Po ja, si tha i bumë, si bravo i qofti. Turoj sukses, i tha, fitoj i dha dorë. Qenë këto, jo, shu po këshu. Qartë. Nuk është mirë. Stigmatizon dhe përdes nuk e pranojnë, unë e kuptoj që kanë dhimje të madhe dhe nuk e pranojnë numjen. Falenderoj. Të përshëndes të roj ditë mbarë, faleminderit shumë. Ka njerëz, pra, ju lutem shumë. E kam për gjithë ata që kanë në dorë shumë pak, por shumë për njerëzit në nevojë. Ky zotëria Fitimi, që ishte emrin, thot zotëria nga Berati, të mos neglizhoj se bëhet fjalë për bukën e gojës disa njerëzve. Ti marr ato dokumentat e çoj aty ku duhet të materializohet pensioni dhe zotëria të marr pensionin, përderisa dokumentat i kanë rregull, moshën e ka, fitet e punës i ka, ta vonosh pensionin është vërtet krim dhe zotëria ta dërgoj letrat, nuk është se të paktën ti përgjigjet qytetarëve. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Urime për emisionin, një nga emisionet më të mira që është drejt faktikisht. Faleminderit e kënaqësi për mua që më së 3 sugjerime kisha nëse ka mundësi. E para ti zotërisë për naftën që kishte ngegë ato rrugët, le ta liroj rrugën se tash e ka bler kinezi bankës sin edhe do i fusin punë, besoj. E dyta, për ato nxjerrën bashki, këto nuk e kuptuan që aty kishte qenë problemi Hajdar Shukriu, se aty 60%, 70% ishin femra që kishin votuar, se duket i kishte marrë malli për Shukriun. Kurse për këto shefat e rrugëve me 4 kopë që janë bëgë të qenë të lagjeve, na japi lalieri nga i qenë ta majmë shpi që mos të hajnë ato qenë të ujë, po të në hajnë i qenë jonë. Qartë. Ka që kisha. Faleminderit shumë. Uroj ditë mbarë. Në fakt, kjo puna e qenëve është një problem shumë i madh. Ecëm të i presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Përshëndetje. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Një një gazetari mrekulloshëm. Faleminderit shumë. 2 pyetje duhet të bëj nga korpa jo. Po. Dua të di ku qëndron tarifa nga taksat? Tarifa kush? Tarifa këtu në bashkia që mbajnë në ujë. Është për shkollimin, për infrastrukturën shkollore, për gjelbërimin, për pastrimin. Po e kuptoj, po taci, ajo quhet taksë, nuk u quhet tarifë. E kuptoj? Qartë. Unë dua ta di tash kjo, ku ka ndryshim nga kjo tarifa edhe taksa? Një e dyta, unë jam një i verbër nga Korça dhe çfarë ndryshim kam rrugës unë? E kupton? Qartë, e kuptoj drejt. Edhe në gjelbërim. Çfarë janë këto? Unë kam folur vetëm me zotin Fadil, që kjo tarifë nuk u quhet. Duhet të bësh një kërkesë në ky blendi. Po, interesante është në fakt kjo si temë. Pra, personave me aftësi të kufizuar, pra të verbër, me ligj, ju a ka shpjeguar, kur thoni Fadil, thoni për Fadil Kepin, apo jo? Po, kam biseduar, unë të ashtë kjo tarifë nuk u quhet, thot Fadili. Qartë. Kjo është taksë. Taksë e vem në bashkinë e vej. Jo, së është taksë, thot, është tarifë, thot. Pa që shënë si ka njësoj është, jo, para që mbahen, thuaj bashkisë, kështu që nuk ka justifikim, jo taksë, po tarife, një dhe gjë është, para që mbahen. Po, e kuptoj, po unë qarë ndryqim rrugës kam. E drejtë. E kuptoj. Po, me që nuk ka ndryqim, pra, nuk është se u takon të paguni për ndryqimin, a ju ofrojnë infrastrukturë, sepse për personat e verbër du të ketë infrastrukturë të veçanë në rrugët e Korçës, nuk e dinë se e ka këtë gjë si ofertë bashkia, që t'ju amaj taksën të pakten për këtë gjëra, me që ta justifikoj, nuk po them ta mbaj. E kuptoj, bre, ta justifikoj, këta po, edhe unë dakord jam. Jo, po them, pra, në stacionat autobuzave, nuk e di, autobuzat i kanë ato... Nga do njeri njena, nga do njerë si njena. Pra, pikrish pra, këtë po them, pra.
Lekët i mbajnë, por kushtet nuk t'i ofrojnë. Kjo është ajo që dua them. Edhe kjo për punë e pagës, njërë na japim 23, njërë na japim 24, 27, 30. Do t'a dim të na caktojnë një datë të caktuar bashkia e Korçës. Për bashkim, pra, gjithmonë është për bashkim. Që t'i adresojmë gjitha këto problematike. Faleminderit shumë dhe uroj që vërtet të reflektohen. Zotëria ngriti një çështje shumë interesante. Çfarë ndriçimi dhe gjelbrimi duhet paguaja ai kur është i verbër dhe një pyetje që duhet të merret në konsiderat dhe nga ana e Ministrisë së Mirëqenies Sociale për ta zgjidhur këtë problem. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit. Jemi qytetar nga Shijaku. Po. Moshën 63 vjeç, para 2 muajve, 3 muajve, më rajnë frak dhe bone dhe 3 unazë për Amerikanit. Po. Edhe u interesova për të morë atë kembit, që më thonë ato. Shko interesova në për instituciona, thotë, nuk e përfitoj, thotë, sepse 5 vjetë dhe funit duhet kishë i ditë sigurime. Po. Në moshën 63 vjeç, se më po. Në më mërë nemi që astionin nuk më ketë i ditë sigurime, se vetë dhe ju mosha që nuk punësohë shdo. Qartë. Në të loj moshë. Edhe kështu që je zbulut, me gjithë grunë, në thonë pa asë loj pardhore. Në fakt është, unë e thashe pak më herët nga një telefonus tjetër, që nuk e kishte këtë problem për punën e kempit, por për pensionin, sepse njëta gjë është, në fakt, nëse në një moshë nga 50 deri në 67, kur është mosha që dalin pension, janë kategoria më e penalizuar, sepse kjo kleçka e ligjit që du t'jesh i siguruar një nga 5 vitet e fundit, sigurisht që është ndërshkuese, sepse jo gjithë e kanë, absolutisht nuk të ofrohet mundësia për të punuar në këtë moshë, aq më tepër me sigurime, me të gjitha kushtet që në Shqipëri çalojnë shumë në këtë rast. Këtë po diskutosh të dhumete, për e tosha që mosha ma penalizu, mosha të loj moshe. Edhe ku du të hajnë të 2 persona? Absolutisht, duhet rishikuar, sepse mua më duket një kleçk, ky është mendim personal, edhe si gazetar, po e them, por edhe si qytetar, më duket si një kleçk që është gjetur për të minimizuar sa më shumë përfituesit, se në fundit ju keni kaluar një gjendje të rëndë shëndetësore që meriton të trajtohet me kemp. Edhe një shpenzim kolosal, sepse do më thonë një operacionit tjetër. Absolutisht, e kuptoj. Edhe vjen puna, do më thonë, të shi penalizohesh në të lloj grade, do më thonë penalizohesh në të lloj grade, që nuk e mundësi, edhe ato 50.000 lekë ilaçi që mund të kërkosh, nuk e mundësi të marrësh as me lloj veni. Sepse kush të marr me këtë moshë duhet të kesh. Po pikërisht pra, këtë po them dhe prandaj unë vazhdoj të apeloj, kam një vit që apeloj këtë gjë dhe do t'ja apeloj edhe drejt për drejt e Ministrisë së Mirëqenies Sociale që ta rishikojnë edhe një herë këtë rregull që është me vendim qeverie, që të rishikohet edhe një herë mundësia pra për ta korrigjuar këtë dhe mos penalizohen njerëzit që pa drejt ndoshta penalizohen dhe nuk përfitojnë atë që duhet të takonte në bazë të shumë qoftë shëndetësore, qoftë edhe për pension kur është fjala. Faleminderit shumë që telefonuat dhe ngritet të problem është vërtet edhe një për të ardhur keq. Një kategori e moshës nga 50 deri në moshën e daljes pension, 65 për gratë, 67 për burrat, sigurisht është ndëshkuese sepse kanë shumë më pak mundësi punësimi se sa moshat e tjera dhe nuk mund të kenë një vit kalendarik sigurime shoqërore për të përfituar qoftë kempin, qoftë edhe pensionin në kushtet plota. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, Mirzita Patrik. Mirë se erdhe, përshëndetje. Komplimente për emisionin. Faleminderit. Si profesionist i vjetër, edhe ish profesorit, ju dërgoj komplimente jo për sensibilitet, se sa për atë që për bëni. Faleminderit shumë, profesor. Unë sa për më kësuj më nga libra. Po? Edhe nëzora një konkluzion që të t'ja thëmë gjithë shqiptarëve, se nuk është e moralshme mos të tregoj një u sinceritetin e vetë. Pa tjetër. Mram kur ktheva nga Dibra më kujtua vitin 1939, kur burri më i madh i Dibrës i drejtoi kurorën Viktor Emanuel III, kurorën e Skënderbeut, kurorën e Ahmetzogut dhe ai ishte Cenelezi. Njeriu i madh i Dibrës. Edhe këta nuk ja dërguan një perëndori, por ja dërguan një horri dhe mram i dhan kurorën një horri. Dhe ja dhan një horri,
si e Ramës. Kaq dysha me thonë shqiptarëve edhe dibranëve. Ata nuk e meritojnë as dhe menin Luzim Bashk, as dhe menin Partisë Demokratike, as dhe menin Azemajdarit, as dhe menin Shqipërisë, e gëzofshin një jetë dhe e gëzofshin Shukriu. Ata janë Shukri dhe për të Shukriu. Miru pafshim gjithë mirat, falemderit për telefonatën. E Cimëtej, sigurisht duke u fokusuar në tjera komunikime, presim telefonatën e radhës. Halo, mëngjes. Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, si e? Mirë mëngjes, falemderit. Juve? Dëshiroj nga ti që ti dërgosh Ministres Arsimit një njoftim të lutem që tani, se sa po të shkëputemi bashkë. Adriatiku, fshati Adriatik në Lushnje, shkollën e ka mbyllur fare dhe pa njoftim fare, edhe sot nuk ka filluar shkolla të... Po pse është mbyllur? Pse nuk është hapur shkolla? Dëgjoj, janë ca problemet të tilla, domethënë si të rregullohen një aty mësues, edhe gjithë nxënësit që janë aty realisht aty një mësues ka punuar, sepse janë numër 14 nxënësja. E kuptoj. Do të nga klasa e parë deri në deri tani deri në të pesën, klasë 5 janë. Ashtu, i kanë abandonuar në një shkollë tjetër që është 7 kilometra larg nga shkolla ekzistuese. Tani sipas ligjit, largimi i nxënësve mbi 4 kilometra nuk dërgohen. Është ndaluar, është me ligj. Më kupton? Po, qartë, kuptoj. Ashtu. Duhet nga juve të lutem patjetër, direkt. Ta njoftosh direkt ministrin, sepse nuk kam mundësi që të lidhem me të, se nuk e di numër. Dakor. Të falenderoj shumë, falenderoj që apelua dhe ngritet të problem. Nuk ka kuptim që në ditën e parë të shkollës kemi një shkollë që nuk hapet për shkak të problematikës të cilat mund të zgjidhen fare thjesht. Është fjala për Adriatik të Lushnjës. Falemderit shumë zotëri për këtë sinjalizim. Falemderit shumë. Kështu që edhe gazetarët tanë në Lushnjë mund ta ndjekin problemin edhe të kenë mundësi ta trajtojnë këtë çështje, sepse bëhet fjalë për ditën e parë të shkollës, bëhet fjalë për fatin e 14 nxënësve të cilët duhet shkojnë 14 kilometra larg për të bërë mësim. Fundit këtu po paguar mësues pa shkuar në punë, paguhet edhe një mësues më tepër, qoftë edhe për një shkollë me 14 nxënës, nuk ka asgjë të keqe. Ecëm më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit. Kam një problem në lidhje me hipotekën e Tiranës. Gjitha ere kam thënë edhe këstetën e juaj. Për këtë hipotekë edhe një lutem? Me hipotekën e Tiranës. Tiranës, po. Kam 4 vjetë që kam paguat gjithë detyrimet, ka që hipoteket. Dhe me mbajt certifikata atje. Për arsye nga me të ndryshme që thonë ata. Në fillim filluan që zona është e pa verifikuar, nuk e di si e kishin ata, ma ne i filluan nuk është kompensua pronari edhe sot vazhdojnë me mos kompensimin e pronarit. Se pronarin unë do të kompensoj, unë e di që kompensoj shteti kur paguj unë gjithë detyrimet. 4 vjetë që pres certifikatën, Zoti Rama ka thënë kështu, që të gëzoni sapin kur merë dhe në legalizimit. Pa tjetër, është bërë një fushat e tërë në kuris të kësaj. Po, atër me falë. Atër ka të them unë gjithë qytetarëve që kanë marrë lejnë e legalizimit të gëzojnë sapin, si unë, prej 4 vjetës. E drejt. Më falë. Po, ta shi unë 4 vjetë dhe i shkoj Mardal dhe nuk ma japin, atëherë, a mos vave dhe qytetarë tjerë do kenë fatin tim, kjo është një motokarje e atyre atje që punojnë dhe nuk të japin shpjegimet e dura dhe nuk të orientojnë atje ku duhet.
Në fakt ka një përplasje deklaratash lidhur me këtë çështje, nga ana e vet legalizimi thotë që ne kemi bërë procedurat, kemi derdhur dhe shumën X miliard lek në arkën e shtetit që shkon në funksion të kompensimit pronarëve. Ju keni paguar në rastin konkret, kur them ju, them gjithë qytetarët kanë paguar kur kanë bërë legalizimin. Po. Në fakt zoti Patrik, është një problem. Këtu pronari përkatësi është kompensuar dhe kanë marrë certifikatën të tjerë. Kurse zoti Bogdani, që është këtu pronar, nuk është kompensuar. Për të arsye tani, nuk e kompensojnë edhe ata. Unë disa i kanë marrë. Këtë po apeloj. Unë të falenderoj edhe njëherë që risollet në vëmendje këtë çështje, sepse është një çështje që ne e kemi trajtuar një herë me hipoteken dhe përgjigjja është që sigurisht ata presin qeveria ta akordojë t'ia kalojë fondin personave që duhet të shproncohen, pra në këtë rastin konkret familjes në cilën është ndërtuar objekti apo pallati që ka, por nga ana vet legalizimet thonë që i kemi dorëzuar paratë dhe i kemi mbledhur paratë e duhura për t'u kompensuar, pa mbetet një ngërsh që duhet ta zgjidhë qeveria në këtë rast jap fondin AKP-s që të kompensojë pronarët. Presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mirë, zotin Patrik. Mirë se erdhët. Për shumë vjetë e gëzum kur bën bajramin të në gjithë besimtarve musliman. Faleminderit, gëzuar edhe juve. Se bajrami vogël o 4 ditë. Patjetër. Kam i vërejti për ty, Patrik, kur shoh që i pijat kapen me dorën e vllakme të majtën. A di për çfarë përdor muslimoni atë dorën e majtë? Prit, e kalova. Zotin se mos e pimet majtën me djathtë. E kalova djathtas. Kaloj një ashtu. Të djathën e përdor për shkruar. Dora majtë o vetë për i punë, për t'u la. Sepse nga që përdor të djathën për shkruar ato që marr dhe detyrohem ta përdor këtë. Kjo ishte vërejtje për ty, Patriko. Faleminderit shumë. Më pëlqen shumë vërejtje. Rezultati votimit, marr pa kaq shumë pas kanë dashur të shkruajnë ato të branët që votuan për atë pasardhën e shkruajtë. Pa që zezu qopëshën. S'pas ka pas faj shykriu. I dhon papajsin shkretit. Qartë. Hajde, ditë në mirë bashkë. Gjithë mirat, falenderit shumë dhe të uroj mbarësi dhe e gëzuar edhe njëherë për gjithë ata me që është 4 ditë Kurban Bajrami, po i uroj edhe njëherë gjithë shqiptarët, me që dje ndoshta kanë qenë më të përgjumur njerëzit sepse ishte pushim, sot janë punë, gjithë po ndjekin e po dëgjojnë. Kemi ardhur në fund të këtij programi për sot, do të jemi sigurisht nesër, po në 6:30, në 7 për të komunikuar, kush është tifoz për shtypin, në 6:30 mund të jetë gati para ekranit dhe të na ndjeki. Pas pak do të jetë në Channel One do të jetë edicioni i lajmeve, ndërkohë në Ora News do të jetë receta e ditës, merrni vesh se si të gatuani për drek, tani ka filluar puna, duhet të keni pak më shumë vëmendje ndaj gatimit e të bëni gati drekën. Dhe nga ana tjetër në orën 9 të vazhdon maratona informative, ka plot informacione, Ora News është gjithmonë në dispozicion tuaj për t'ju dhënë informacionet e duhura. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi nesër. Mirupafshim.